Jemi kthyer në studio të nderuar miq, për të gjithë ju që sapo hapët ekranin tuaj, ndodhemi në valë të televizionit publik shqiptar, në një emision të drejtë për së drejti në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Përpara se të shkëputeshim për të kaluar tek studio i lajmeve, ne ndoqëm një histori krejt të veçantë të papërsëritshme në emisionin Njerëz të humbur, duke kërkuar fatin e Ismail Taipit, i cili kishte humbur kontaktin nga viti 1965 me familjarët e tij. Zbuluam një histori jashtëzakonisht të dhimbshme, një tragjedi e cila i ka ndodhur në ato vite, pra Ismail Taipi, dhe pikërisht në vitin 1968. Arritëm të zbardhim atë errësirë që ka mbajtur familjarët për vite të tëra. Ismail Taipi, për një vrasje që ka bërë, është dënuar pra me 38 vjet burg, dhe duhet të thënë se ka hyrë pra në vitin 1968 në burg dhe në vitin 1999 ka humbur jetën po në burg. Asnjëherë nuk është takuar me familjarët e tij këtu në Shqipëri, nuk ka marrë lajme prej tyre dhe në këtë mënyrë jeta e tij është shuar. Por sonte, mbas kaq vitesh, familjarët arritën të lidheshin nga studio jon drejt për së drejti me Belgjikën, me djalin e Ismail Taipit, me Omerin. Ata folën dhe në këtë mënyrë krijuan këtë urlisje të ndërprerë para shumë e shumë vitesh. Shpresojmë pra që kjo familje të mos ndahet më kurrë për të sheshuar të gjitha ato që kanë ndodhur para shumë vitesh, megjithatë rëndësi ka që ata u bashkuan. Dhe ne vazhdojmë me raste të tjera për të prezantuar, me raste të cilat pra edhe për momentin që ne flasim janë në errësirë, dhe ne mundohemi të sillim pak dritë në gjithë të errësirë që shoqëron këta persona. Cila do të jenë më mirë historitë që do të prezantojmë në vijim. Përpara se ne të kalojmë tek 3 historitë qendrore për këtë mbrëmje, unë do doja të japim disa raste urgjente kanë ardhur në emisionin ton, por siç u thash në fillim të emisionit, ne do të vazhdojmë të publikojmë sërish historinë e Bleon Amatës. Nëna e saj ndodhet me ne sonte në studio, duke marrë parasysh dhe nga publikimi i kësaj historie edhe javën e kaluar dhe momentet prekset që ne të gjithë së bashku, por dhe ju të nderuar miq, pasi keni marrë në telefon dhe jeni bashkuar, duke mbështetur kështu këtë nënë, e cila kërkon vajzën e saj, sot 9 vjeç. Ajo quhej, ose më mirë quhet Bleon Amataj. Çfarë ka ndodhur me të, unë do doja edhe një herë pra Bernardit na japi të dhëna, ndërkohë që jemi duke ndjekur foton e Bleon Amatës. Me datën 22 maj të vitit 2010 është zhdukur në afërsi të fshatit të saj, më saktë sipër shtëpive të fshatit Zapod në Kukës, ku ka qenë së bashku dhe me disa kushërirat e saj dhe po ashtu banore të atij fshatit Zapod. Ne ripublikojmë rastin pasi... Atëre Benart, më thonë nga regjia që nuk dëgjohesh, nuk e di ke një problem me mikrofonin, ndërkohë që ne jemi duke ndjekur foton e Bleonës. Okej, besoj se është në rregull. Atëre, japim edhe një herë pra të. Atëre Bleon Amataj aktualisht është 7 vjeç e gjysmë, ka lindur në Zapod të Kukësit dhe më datën 22 maj të vitit 2010 ajo është zhdukur në mënyrë krejt të befasishme, ndërkohë që kanë qenë prezente edhe 5 vajza të tjera dëshmitare banore po të fshatit Zapod, dhe gjithashtu edhe kushërira të vetë Bleonës. Ne ripublikojmë këtë rast, natyrisht sepse kemi marrë dhe informacione të herpashershme për fatin e Bleonës, se çfarë mund të jetë bërë me të dhe ku mund të ketë përfunduar, ndërkohë që informacioni më i fundit gjatë kësaj jave ka qenë për shkak të publikimit që kemi bërë se vajza e vogël, ose më saktë një fëmijë i cili ngjan me Bleon Amatën, është parë në një rrugë të Greqisë, ne nuk do ta bëjmë të ditur për arsye investigimi, është parë në afërsi të një semafori, pra dhe persona të ndryshëm e kishin nxjerrë për të lypur. Nuk di nëse bëhet fjalë për Bleon Amatën të cilën ne kërkojmë, gjithsesi e ripublikojmë foton e saj dhe të dhënat në mënyrë që të gjithë ata të cilët mund dinë diçka ose dikush shef një vajzë të ngjashme me Bleon Amatën, i lutemi në emër të familjes që të na kontaktojnë në mënyra të cilët tashmë janë të shfaqura në ekran. Duhet të thënë se ajo sot duhet të jetë pra rreth 9 vjeç apo jo? Bukurie, ndërkohë që në momentin që është zhdukur, vajza ka qenë rreth 6 vjeç e gjysmë. Po. Vitet kanë kaluar rreth 2 vjet, apo jo? Ndërkohë që ju nuk keni asnjë lajm për fatin e saj. Rasti është denoncuar në polici, 5 vajza janë përgjegjëse, të paktën sipas familjarëve të Bleonës, sipas nënës së saj janë përgjegjëse për zhdukjen e vajzës. Edhe njëherë ne kemi bërë një apel javën e kaluar, jo vetëm ne, por dhe nëna e Bleonës, për të kërkuar ndihmë nga organet kompetente të shtetit shqiptar për të ndihmuar këtë nënë të marrë vesh se çfarë ka ndodhur me vajzën e saj.
Siç e dëgjuat dhe nga ato që sapo anoncoi Benardi, javën e kaluar në emisionin tonë kemi pasur pra disa të dhëna informacione për një vajzë e cila është parë në rrugët e Greqisë duke pra lypur, gjithsesi apo jo, kështu është informacioni, gjithsesi nuk dihet është bleone apo jo, teleshikuesit thjesht bazohen tek foto e saj, por ndërkohë do doja të pyesja pra zonjën Bukurie, çfarë nga java e kaluar dhe deri më sot patë ndonjë reagim edhe nga policia apo dhe nga 5 vajzat kur ju kthyehet sërish në Zapod, çfarë keni mësuar gjatë kësaj jave? Unë Aida mirë mbrama një herë dhe të përshëndes shumë nga zemra ata që po bajnë të pamundër për bleonën. Unë as një sekond nuk përshoj dhe nuk i bajnë mrapsh kërkim bleonës, përderisa edhe çështjen e fundit e ngrintat e avokati popullit dhe thash unë nga 5 vajzat dua vajzën time dhe nga shteti, sepse dishmitarët e vajzës time janë ato 5 vajzat, sepse me qëllim është dërguar njëra vajzë për ta marrë bleonën në qendër të fshatit dhe gjithsesi nuk kanë është vetëm të bëhet budall shteti komplet, se me dieni është quar njëra vajzë për ta marrë bleonën në qendër të fshatit, e cila ishte duke luajtur me bashkëmoshatarët e saj. Dhe në cilat personat janë po ati të fshatit të afër që janë kallauz të fshatit Zapod, që janë orientuar shumë mirë, po shpresa ime është vetëm të jetë ajo shëndosh e mirë. Dhe pastaj ato çfarë nuk mund të bajnë me një fëmijë përderisa e kam largësi dhe larg zemrës, po gjithsesi ju lutem atyre personave që dinë dhe kanë pa informacion të saktë për bleonën, vetëm ta kthejnë ata dhe nuk ajo është gëzimi më i madh për mua. Sepse ajo është pista e vërtetë se 5 vajzat e dinë shumë mirë se kush e mori bleonën dhe kush është personi që i bën kaq mister të rrezikshëm bleonës, pra ato nuk hedhin fajin e vet edhe turpin e vet përderisa fshehin një fëmijë dhe mbulojnë turpin e vet. Kjo është kryesore dhe i kanë bën thirrje shtetit, organ kompetente, avokatit popullit dhe gjithë për rreth çka i përket një qerse së zhdukur një fëmijë 6 vjet e gjys. Dhe unë nuk do t'i baj mrasht as një sekond dhe moment kërkimit të bleonës. Dua vetëm të zbardhit të vërtetën, përse dhe çfarë vune dorë mbi fëmijën. Sepse është një fëmijë që nuk i ka bën hak as hile dikujt. Ai është totalisht i pafajshëm. Keq farkie me të madhin, me persona shumë tjerë. Përse vetëm tek fëmia vune gisht. Bukurie, policia gjatë kësaj jave ju jeni interesuar, çfarë ju thot? Deri ku kanë arritur me kërkimet? Përse është shpezulluar rasti i bleonës apo çfarë ka ndodhur? Cila është pra arsyeja përse nuk merren vajzat sërish në pyetje, pasi ato janë strumbullare gjithë të zhdukjes së bleonës apo jo? Ke kontaktuar me policinë dhe gjatë kësaj jave? Shumë kam kontaktuar me policinë dhe gjithçka është diçka që po fshehet edhe brenda shtetit Aida, sepse unë të bajnë gjithë këta padia dhe nga zhdukja e bleonës, ka me 20 maj ajo bën 2 vjet që ka humbur. Policia nuk ka marrë masa vajzat, së paku 24 orë t'i marrë, çdo të thot kjo për një prind, çdo të thot kjo për një fëmijë të zhdukur, çdo të thot kjo për shtetin, çdo të thot kjo për këtë korrupsion ndaj shtetit, që vajzat nuk janë marrë 24 orë në pyetje, apo para burgim, apo 3 ditë tortura as pak. Merren, shoqërohen me makina, as gjë tjetër nuk kanë, do me thënë që kanë bën krim ndaj një fëmije. Si mund të zbardhim ne këtë çështje përderisa shteti nuk merr masat e duhura. Këtu më vjen inati më shumë, sepse pista është në dorë, 5 vajzat e dinë shumë mirë se ku ndodhet ajo. Bukurie, unë ju thash pra dhe javën e kaluar se ne si staf nuk do t'i ndajemi kësaj historie, ndërkohë që ndoshta edhe në ditën e vazhdim, ndoshta shpresoj që të kemi dhe një bashkëpunim dhe me policinë dhe me organet kompetente pra, për të marrë vesh se deri ku kanë arritur me kërkimet, ku kanë ngelur çështja, për të marrë dhe një herë në pyetje të 5 vajzat dhe për të zbuluar këtë të vërtet, për të zbuluar këtë errësirë që shoqëron juve personalisht, por dhe fatin e bleonës së vogël. Po mu vjen këtu në çudi. Unë disa herë kam pas vajzat edhe prezentantin këtu në studio dhe gjithmonë kam pas kërcënime edhe nga familjarët. Pse i merr vajzat në studio? Po çfarë duhen vajzat? Po jo kështu, po ja shumë, gjithmonë kam pas ta shmangin gjithçka të vjetë dhe të mbulojnë faktin e tyre. Pse e bën këto ndaj meja, apo ndaj fëmijës në radhë parë, jo ndaj dikujt tjetër. Si unë merrsha përsipër, thosha do va paguaj gjithë kështu, ti marsin ato mirë,
si në të keqe, vetëm të tregojnë të vërtet, vetëm të tregojnë person që kusht ishte. Dhe mos na lish ne pezo që një muj ditë të kërkonim në mal Aida. Se unë e di se çfarë fëmijë kam pasi kur kishte humbra janë Tiranë, brenda 24 orë do kishte ardhur në kam, unë e di aftësinë asaj. Ajo 6 vjeç e gjys ka qenë, po ka pas trup si me qenë klas ditë. Aq i kam pasi dhe zemrën në ato dy fëmijë. Thosha ti rriti, ti shkolloj, asgjën tjetër nuk dosha nga ato, ti kem të lumtur, si gjithë fëmijë, si tjetë një familje tamam moderne, ti shkollojnë gjithë aspektet. Dhe kështu që është marrë në qendër të fshatit dhe ju e dini shumë mirë me lokalin e fshatit, i kanë bjerë mbërësia dhe kanë mashtru në atë mënyrë të mistershme thjesht për ta zhdukur Aida. Dhe kja është i rajim e fundit që nuk i bajmë mrapsht dhe nuk më trem besiri për asgjë sepse ma kanë larguar nga zemra, nga siri, nga gjithçka. Për dirsa se kam afër, nuk jam as vetvetja më Aida. Të kuptoj bukurie. Unë do doja të pyesja gazetarët. Për momentin, kemi ndonjë telefonat, është bërë ndonjë lëvizje në anën tjetër, apo vazhdojnë të gjithë ata që na ndjeken nga Zapodi, nga fshati Zapod, vajza, dikush duhet të ketë parë diçka, dikush duhet të ketë dëgjuar diçka, do t'ju lutesha të mos heshtin, sepse kjo që ka ndodhur në këtë familje, me këtë nën, me atë vajzë të vogël, nuk do t'ju uronim t'i ndodhë të askujt, por të paktën do t'ju lutesha t'a vinit veten për një sekond të vetme në vëndin e kësaj nëne, për të kuptuar dhimbjen që ajo përjeton çdo sekond, çdo ditë që kalon pa Bleonën. Atere, unë pres që ju të mos heshtni më për të tregonit të vërtetën. Qoftë dhe anonim, vetëm na tregoni çfarë ka ndodhur me Bleonën. Edhe njëherë ju bëj thirrje të 5 vajzave. Ne do t'i kthemi dhe një herë historisë nga e para, duke i marrë çështjen një nga një, që nga policia deri tek të gjitha kërkimet që janë bërë hap mbas hapi nga të gjitha organet kompetente të shtetit shqiptar. Sepse këtu ka humbur një vajzë e vogël dhe duke kërkuar Bleonën, nëpërmjet saj ne kërkojmë të gjitha ato vajza të humbura, fëmijë të humbur, të zhdukur vite më parë, të cilët edhe sot e kësaj dite të kërkojnë në emisionin tonë. Atere, do t'jem në pritje në këtë mbrëmje, unë kam besim të këtë gjitha ta persona të cilët do të vënë zemrën, pra dorën në zemër dhe do të na ndihmojnë me të dhëna dhe informacione pa qenë indiferent, duke pra vënë veten e tyre në vendin e kësaj nëne. Shpresojmë që pra të ndihmojnë me informacione sepse dikush duhet ta ketë parë dhe një herë ju bëj thirrje të gjithë ata që na ndjekin nga fshati Zapod, aty ku familja ka jetuar, aty ku Bleona e vogël ka jetuar, të gjitha ata që kanë dëgjuar diçka, të gjitha ata që kanë parë diçka, dhe 5 vajzave nëse ka ndodhur diçka në atë maj mali, do t'ju lutesha sa s'është vonë pra dhe një herë të tregojnë të vërtetën. Do të presim bukurie gjatë kësaj mbrëmje. Dhe bashkëtarëve të pakishtit, gjithmonë ato ditë kemi parë një burrë të gre, zhag një fëmijë, gjithçka dhe kur erdhën policia u frikën, jo do na rrafin policia jo diçka. Gjithë zona për rreth e njeh shumë mirë person se kush ishte me Bleon dhe gjithë vajzat e kanë parë person të gre zvarr një fëmijë. Dhe asnjëri nuk tregon për momentin. Asnjëri, të gjithë janë tërhequr. Mas parë ish kunata ime. Jo e ka parë nusja da estim, ajo i ka shit atlete, ajo i ka bërë këto, i ka bërë të manë fund kur i kom në me gazetat. Po jo, po do kem probleme me burin e fshet gjithçka fshet për brenda, asë gjën tjetë, ato e dinë fort mirë ku është ajo. Pse djegë mund, pse të vuaj jonë, që të bajnë në përverë për mu, Aida, nuk e di, më është të përjetoj. Gjithçka fshet në vjeni nati, brenda shtetit edhe brenda familjes, si ka mundësi, gjithë pakishti, gjithë kosharitë, e kanë parë makinën, e kanë parë vajzën zvarë me një person 2 metër gjatë, me flokë gjata. Jo, pastaj ishte fëmija djalit tim, po çlipi fëmija djalit tanë ma e të malit, jo pastaj unë nga trova e gjithë e din bafshatarët e Zapodit, pakishtit, kosharishtit, tërgjostit, gjithë për rreth e njofin person, e njofin makinën me targa tuja, me targa greke, ka kalu Duganën dhe ka harruar rrugën. Edhe pastaj atë ditë ishte hapur edhe tuneli Kalimashit, po me 22 maj. Ato ditë ka kalu, mbasi kanë kalu persona Duganën, kanë pitë shumë shoferat të gjitha bukurie, gjitha këto të dhëna ju i keni dëgjuar nga bashkëtarët tuaj, pra tek tu fjalë të tilla, po kur ka ardhur akoma pa arritur policia i thanë gjithë fshatar, kurse kur erdhi policia mohuan gjithçka. Jam për tet burri, jo duhen grindje me burrin, jo gjithçka, se gjithmonë atë kuks janë te kanë mentalitetin e dobët, se do thonë jo pse flet gruaja, jo pse më shkon polici, edhe gjithmonë ban këto tragjedira. Po është turp 5 vajza të moshës 24 vjeçe, mos shohin person dhe ta tregon kret një muaj që ishte ky
fishloj ki, dëgjoj ki, për ti ki. Pse i bon këto ka gjvona i da? Pse na la një muaj dit në thrasin në përshkure, apo dhe të qajmë me lot, thirim blona këtë. Pse policia bërë këta në kretë të 6 muajve, në kretë një viti vine kontrolon malin. Unë u thash, në qovë së është në mal, lërë se e qaj unë të njetën. Dhe kërkone të pëzvajz, atje një shtetë, po ku bazosha, mu vine në pisë, ku bazoshëm, po ta di se ku shashtë, unë e laj me kokon tima i da nuk i baj mraft as kujt, si kur kretë botat në përmbiset, unë përblonën aq, Nuk di që të them, nuk di që të bajmë, a që jam e aftë të bajmë gjithë shka për ta. Bukurie, unë të kuptoj shumë mirë, pasi bashkë kemi biseduar, kemi kaq vjetë që publikojmë pra rastin e Bleonës, me gjitha të ti e forta, po jo dhe, si që thua, deri në fund do t'i shkosh historisë, deri sa të zbulosh të qëfar ka ndonë me vajzë. Përse vore dorë në bifmi, këta dua ta di, përse në bifmin? Edhe njëherë pyes gazetarët, kemi diçka për momentin në lidhje, kemi ndonjë telefonat për Bleonën apo... Se dhe sa po ka marrë një informacion, është një zonjë që thotë që burri i saj mendon se e ka parë në Greqi. Unë do e lutesha që të ishin më specifik, sepse thotë një rrugë në Greqi, por të jenë më specifik. Duhet të jenë më serios sepse bëhet fjalë për një fëmijë të vogël. Të nderuar miq, Greqia është shumë e madhe. Në çfarë vendi të Greqisë e keni parë? Thot në Athinë, por prapë se prapë nuk është koordinatë saktë. Mund të telefononi edhe njëherë me këtë zëmë për të marrë adresat e sakta, ndërkohë që ne do të jemi në pritje dhe si që thashë edhe sot kanë ardhur disa raste urgjente për të cilët janë denoncuar në emisionin ton. Kalojmë tek rasti tjetër, një histori e cila vjen nga Kosova, po Silva. Hysenin, i cili ka lindur në fshatin Dumic të Ushtrisë, ka shkëputur kontakt me familjen datën 18 shkurt të vitit 2012, pra para 12 ditësh, në drejtim të paditur. Aktualisht duhet jetë 27 vjeç, po atë ditë, më thënë të shtunën në darkë, një vajzë telefonon në telefonin e shokëriut dhe i kërkon që të pinë kafe. Shokëriu del me njëherë pa njoftuar asnjë pjesëtar të familjes se ku do të shkonte dhe me kë do të takohej. Më vonë ai nis një mesazh në telefonin e nënës, ku shkruan se ishte nisur për Shqipëri së bashku me dy shokë dhe do të kthehej mbas 3 ditësh. Aktualisht numri i tij është i padisponueshëm dhe makina e tij është gjetur mbas 2 ditësh në qendër të Ushtrisë. Sot me ne gjithashtu është dhe nëna e shokëriut, zonja Sofia. Mirëmbrëma zonja Sofia, mirë se keni ardhur. Mund të merrni mikrofonin, ndërkohë që jemi duke ndjekur dhe foton e Shukri Hysenit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Falenderoj ty, maspore edhe krejt këtyne këtu, që jeni kujdesua për djallin tem ku është, kam dëshirë që të më takua me ta, pse largua nga largë shpije, pa pyet kur fare. Pra se një themër e ka morë në telefon, i ka thonë, me dollë me pi një kafe, prap në qatë natë në ora 10, më ka thonë, non nuk mujtë të vitë të shpia. Nesrit më ka thonë me 2 shyk, për nisna për Shqipëri, një mesazh, mas 3 dite e kthehna mo, nuk e di sen për ta. Po me ndoj që ata 2 shyk mja kanë bo pa drejten, diçka se ofër u kon shpije, ofër familje, kur nuk u dollë për jashtë na shpije, pa më telefonua, non që të jam, non që të përbëj, qashtu përbëj. Pra jam të dëshua shumë që në që ata 2 shyk nuk i një kushjen, as femën, as kur gjo. Zonja Sofie, ju keni jetoni në Vushtrit Kosovës? Po, në Vushtrit Kosovës. Aty pra djali ka dalë nga banesa e ti? Po, pe shpije fshatin... Nga një telefonat që është bërë nga një vajzë dhe nuk është këthyrë ma, apo jo? Sa ka qenë ora? Ora, kure ka thirë vajza u konë gjysë 6, takshomit mbromje. Kanë 10 ora më ka telefonua, ju e telefonua për që mesazh ka unë, non nuk mu i vi se jam me vajzën në Prishtinë. Ta ne mos më ka pyet kur foret. Nesrit, në ora 12 ditës, më ka thonë, non jam të shku për Shqipëri me 2 shyk. Mos mu ka lajmërua fore. Të ka marrë në telefon të nesërmen apo thjet me prap me mesazh? Me mesazh ma ka qua, veç ka unë me 2 shyk jam të nisë për Shqipëri. Mas 3 dite e kthehna mo, ju munua prap mja morë telefonin, mo nuk mujtë kur fore me morë lidhin e tina. Nëse të ndjekë Shukriu sonte, qëfar do t'i thoshit? Qëfar do t'i thomë, faleminderit për juve, e ju falenderoj shumë, a kam ma dëshirë të mirë se me gjithë ato. Nëse shpresojmë që ai vërtet këtë ardhë në Shqipëri, si që ka dërguar këtë mesazh,
Pra, edhe njerë Shukriu, në qofse në ndjekë sonte dhe ndodhet vërtet në Shqipëri, nëna e ti ka udhëtuar nga Kosova, sonte ndodhet në emisionin tonë për të marrë lajme nga ty. Pra, i ke dërguar një mesazh duke i thënë se do të nisem për Shqipëri dhe që nga 18 shkurti i këtij viti nuk ke telefonuar më. Ajo është e shqetësuar për jetën tënde. Thjesht lajmëroje nënën se je shëndoshë mirë. Kjo është ajo që pret nga ty. Do t'i lutesha të gjithë atyre që e njohin Shukriun, e kanë parë ndoshta në Prishtinë, e kanë parë të shoqëruar me 2 djem, të cilët për familjarët janë të panjohur, nuk i dim kush janë këta persona, ndoshta vajza që ka telefonuar. Do t'i luteshim, ndihmoni regjia edhe njerë me foton e tij. Nëse keni parë këtë djalë, do t'ju luteshim kontaktoni me njerë me emisionin ton, pasi nga 18 shkurti i këtij viti ai ka dalë nga shtëpia, nga vushtria e Kosovës dhe nuk është kthyer më. Ka dërguar 2 mesazhe nënës së tij, njërin i ka shkruar se po shkoj drejt Prishtinës, mëtej të nesërmen i ka dërguar një mesazh tjetër duke i thënë se do të nisem me 2 persona drejt Shqipërisë. Që nga i moment nuk dihet më fati ti, janë të lutur të gjitha ta personat që e kanë parë djalin të kontaktojnë me emisionin tonë. Sa i gjatë është Shukriu? Për afërsisht 1.70 që ashtu është 10 i kam me mujtne, me vujtje, me telefone i kom rritë. Burrën që 10 vjetë nuk e kam, mas lufte me njëren. Një vojzë 19 vjetë që atë hajrien e kam me të metna. Zdi që me të regumë. Përveç Shukriut edhe, pra sa fëmijë keni gjithsej? Edhe 9. Edhe 9 fëmijë të tjerë, je duke i rritur me shumë sakrificë, apo jo pasi burri është larguar me njërën bas nga jeta gjatë me njërën bas luftës? Po, me njërën bas luftës, 3 muaj bas luftës ka dhonë jetë. Zonjë, unë shpresoj që Shukriut të dëgjoj sonte dhe të kthehet, pra të paktën të telefonoj që është shëndoshë mirë. Shumë Ta uroj me faleminderit. gjithë zemër. Ju keni bërë denoncim në policinë në Kosovë? Po, kena Dhe çfarë ju ka thënë policia në bazë të tabulateve, ndoshta të telefonit? Këshyrëm, nëreqëm, diçka, po ma mirë që i ke lajmëru atje se këtë s'po gjinet. S'po morëm kur farim fërmote që i ka po dikush. Më thonë, kemi ndonjë lajm për Shukriun? Kemi ndonjë informacion? Atëherë, do të jemi në pritje, dhe njëherë shikojni mirë këtë djalë, në qoftë se diku jeni ndeshur me të, në qoftë se edhe njëherë ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që na ndjekin nga Kosova, në qoftë se njohin Shukriun, do t'ju lutesha të kontaktonin me njëherë me emisionin ton. Atëherë do të presim gjatë mbrëmjes së sotme. Kalojmë tek rasti tjetër. Kalojmë Dorina. Në Sabian Metës, djalit 9 vjeçar nga Shijaku, që ka humbur kontaktet me familjen në datën 25 shkurt të vitit 2012 nga drejtimi i paditur. Ndërkohë është duke u shfaqur dhe pasaporta, po. Dhe i bëjmë thirrje gjithë atyre personave të cilët e kanë parë këtë djalë datën e 25 shkurtit të vitit 2012, të telefonojnë nëse din diçka ose kanë parë me kë ka qenë ai i shoqëruar në ato momente. Në momentin e largimit nga shtëpia, Sabiani kishte të veshur tuta sportive, ngjyrë roz, triko ngjyrë jeshile dhe një jelek ngjyrë gri, gjithashtu dhe atleta të bardha. Mosha e tij është 9 vjeç. Japim të dhënat. Pra Sabian Meta 9 vjeç nga Shijaku, ka humbur në drejtim të paditur në datën 25 shkurt të vitit 2012. Dhe janë të lutur gjitha ata personat cilët sapo dëgjuan foton e tij, ndërkohë që të le të bëjmë gati foton e Sabian Metës, 9 vjeçarit i cili është zhdukur pa lënë adresë, dhe kalojmë dhe tek një rast tjetër tek historia e Festim Toskës, apo jo, familjarët e cilit ndodhen me ne në studio. Japim të dhënat. Atëherë Festim Toska, mosha aktuale 37 vjeç, vendlindja e tij Fier, është larguar në datën 7 dhjetor të vitit 1997 në drejtim të Greqisë. Sot në studio ndodhen dhe familjarët e Festimit, Aida. Mirëmbrëma, zotëri, mirë se keni ardhur. Falënderojnë gjithë të këtu. Vlla im ka ikur bën 15 vjet. Ka ikur me një komshi. Ande pinda ty, e kishim komshi. Po. Edhe ka ikur me 150 veta. I qonde ai, kryesori i grupi. Aty afron afër Larisës. Po. Aty ta shitin i thot që hajde me muan se do ikim Selanik te kunati im. Punojmë atje, unë ishem Greqi, ishem në Malad.
edhe vem të kë vlla ytë. Që thot, jo, 95.000 lek dhrami mua ti, se unë do iki të kë vlaj. Ta shi që më thot, jo, unë nuk vinë, po, pasaj kapi taksin, vlla im, me 5 veta, edhe i ku vlla ytë e. E gjithë kjo histori, zotri, sepse është shumë e rëndësishme, në çfarë zone të Greqisë ka ndodhur? E gjitha kjo që ju duke na treguar. Aty afër Larisës. Afër Larisës. Aty janë ndarë dhe... U shkuputën ikën si pas punën e tyre, ku kishin punën. Pra, ka qenë data 7 dhjetor 1997. Jemi duke ndjekur dhe foton e Festim Toskës, sot ai duhet jetë 37 vjeç, ka lindur në Fier, apo jo, dhe ka humbur kontaktin me familjarët e tij pikërisht në 7 dhjetor të 97-s nga Larisa e Greqisë, nga zona e Larisës. Lutem dhe njerë gjithë personat që e kanë njohur Festim Toskën të kontaktojnë, janë duke parë dhe foto në këto momente, të kontaktojnë me ne në qoftë se e kanë parë këtë person, në qoftë se din diçka më tepër për fatin e tij, pasi nga 7 dhjetori 97-s, Festim Toska nuk është bërë më i gjallë për familje, nuk dihet çfarë ka ndodhur me të. Sonte me ne në studio ndodhet motra dhe vllai i tij, të cilët kanë ardhur të kërkojnë fatin e festimit. Keni marrë vesh gjatë gjithë kësaj kohe, po? Duhet të lidhe me atë personin që ka ikur, Agim Toska quajnë atë. Agim Toska. Po. Shpresojmë të na dëgjojë edhe një herë Agim Toska, nëse na ndjek sonte, është personi me të cilin ai ka lëvizur atë ditë, janë ndarë pra pikërisht në një zonë afër Larisës. Presim telefonata dhe informacionet tuaj, do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi menjëherë në studio. Plus të përket ty. Për Bleonën, ha? Jemi kthyer në studio, pra vazhdojnë të vinë informacione, telefonata për rastet që ne kemi publikuar. Kanë ardhur disa telefonata për Bleon Amatën nga Greqia, gjithsesi edhe një herë do t'ju lutesha të shikonit mirë foton e saj. Dhe nëse është vërtet vajza që ju keni parë në Greqi, do t'ju lutesha të jepnit me saktësi vendin se ku ju e keni parë. Pasi Greqia është shumë e madhe, Athina është shumë e madhe, dhe nëse ju nuk na përcaktoni një vend, atëre në këtë mënyrë vështirësohet edhe akoma më shumë puna jonë dhe kërkimet tona në shtetin grek. Kjo nuk do të thotë që ne kemi hequr vëmendjen nga Shqipëria. Edhe njëherë ju bëj thirrje 5 vajzave, historia në njerëz të humbur fillon dhe njëherë nga e para të prezantohet për Bleon Amatën, duke filluar në bashkëpunimin që ne do të kemi tashmë tutje sërish me organet kompetente të policisë. Ndërkohë që për historinë e djalit 27 vjeçar nga Kosova, Shukriut, ka ardhur një telefonat. Është një zotëri cili deklaron se Shukriu ndodhet në Tiranë. Nuk e dim është e vërteta apo jo, por lutem regjia dhe njëherë më ndihmoni me foton e Shukriut dhe japim dhe njëherë të dhënat. Shukriu Senit, më falni. Shukriu Senit, japim dhe njëherë të dhënat e Shukriu Senit. Bill Ryder atë. Dumic të Vushtrisë, është 27 vjeç, ka shkëputur kontakt në 18 shkurt të vitit 2012 në drejtim të paditur. Aida gjithashtu dua të shtoj që ka ardhur një mesazh ku një zotëri pohon se e ka parë tek Vasil Shanto. Tek shkolla Vasil Shanto. Të shoqëruar me 2 djemë të tjerë. Kur e ka parë? Do e marrim historinë sepse ka ardhur me mesazh dhe po e marrim më të detajuar. Të shpresojmë që të kemi të lajme të mira sonte zonja Sofie për Shukriun. Falenderoj të gjithë ata cilët janë Maspore ty edhe gjitha këta që janë në emisionin për djallin tem më ma gjithë. Shumë falemderit. Falemderit, të shpresojmë që Shukriu të bëhet i gjallë dhe të paktën të thotë jam shëndoshe mirë nënë, mos u bëj merak. Ndërkohë, këtë duam thjesht një telefonat nga Shukriu. Sonte nëna e tij ka udhëtuar nga Kosova, ndodhet këtu në Tiranë për të kërkuar djalin e saj. Dhe ne, siç ju thash, kemi prezantuar dhe raste të tjera, kemi prezantuar rastin e Festim Toskës dhe njëri bëjmë thirrje Agim Toskës. Është personi që në 97, në dhjetor të 97-s është larguar së bashku me Festimin. Nëse na ndjek sonte, do t'i lutesha të kontaktonte me emisionin ton. Ka pas dhe një telefonat për Festim Toskën, gjithsesi do t'jemi në pritje. Dhe ne vazhdojmë me rastin tjetër që është programuar për të publikuar këtë mbrëmje. Është një histori krejt e veçantë, të nderuar miq, pasi sonte do të udhtojmë nëpërmjet kërkimeve tona në shtetin gjerman. Dhe aty do të kërkojmë një shtetase gjermane. Iris Freuder, por cila është historia dhe përse
Në një emision televiziv shqiptar kërkohet një shtetase gjermane, cilat janë arsyet. Është një familje shqiptare që kërkon këtë zonjë. Të nderuar miq, këtë historinë e kemi mësuar në qytetin e Beratit dhe do doja ta ndanim së bashku me ju për të na ndihmuar, dhe këtu do t'ju bëja thirrje të gjithë qytetarëve të Beratit, por edhe të gjithë shqiptarëve që na ndjekin nga Gjermania e pikërisht nga Hanover, aty ku ka ndodhur historia. Ndjekim kronikën dhe kthehemi menjëherë në studio. Kjo është Valeria e vogël, e cila përpara një viti e gjysmë solli gëzimin më të madh tek dy prindit e saj, por jo vetëm. Për Hatixhe dhe Ylmi Cufallarin, ardha në jetë e mbesës së tyre ishte më shumë se një gëzim, sepse lindja e Valerias përkon një tjetër moment të bukur, por dhe njëkohësisht të hidhur të tyre. Për herë të parë, Hatixheja mësoi në vitin 1997 se ishte bërë gjyshe e një mbese të lindur në Gjermani. Dy ditë para se të ndodhte fatkesia më ka ndodhur datë 25 korrik. Djali më insistoi më të madhe dhe më tha që kam një vajzë, mami tha. Po nuk e dim tash, vajza mban emrin tonë. E tashmë dukej se fati kishte rezervuar për të ardhmen e familjes Cufallari ngjarje të reja që kanë lënë gjurmë në çdo moment pas dramës së madhe të përjetuar në vitin 1997. Një aksident i rënd i mori jetën gazmentit dhe ditët, muajt, vitet që kanë vijuar nuk kanë qenë asnjëherë njësoj. Prania e tij ndihet kudo në shtëpi, por për më tepër në këtë shtëpi mungon një familje e tërë. Vajza e gazmentit dhe një zonjë që solli në jetë besën e Hatixhes, për të cilën ndihet vetëm emri i saj, Iris. Pak si bjonde. Atëherë ishte 18-19 vjeçë. Kishte një shtëpi në Hanover dhe jetonin në shtëpinë e saj. Të lënë aty. Flisnin ja për javë në telefon. Çfarë më ndonte të shohë? Iris traduar, Iris që. Tani kujtimet e gazmentit freskon vetëm në fotot që ai ka lënë, duke rikujtuar her pas here natyrën e tij gazmore dhe karakterin e tij të çiltër dhe të dashur me të gjithë njerëzit. Kjo është kujtimi i fundit. 2 ditë pas se ndodhte fatkesia, doli djali me më fotografi. Mbas 2 ditë përsej më ndodhi ata, sikur ta parandjente që ta ndodhte. Këtë shpirt njerëzor, Hatixheja ka shumë besim se do ta gjejë tek pasardhësia që djali i saj ka lënë në Gjermani, për të cilën do ishte gati të jepte gjithçka, vetëm e vetëm për ta parë një herë. Për më tepër Hatixheja e ndjen si një amanet që duhet ta përmbush për të realizuar takimin që gazmenti nuk mundi ta bënte me të bijën, dhe mbesa e saj duhet të di vendin ku prehet babai që nuk e njohu asnjëherë. Edhe pse nuk e ka parë mbesën, Hatixheja arrin të përfituroj imazhin e saj të shëmbulluar në tiparet e të birit, gazmentit. Valeria e vogël është voglusha që ajo kujdeset çdo ditë, por për të ka pasur dhe do të ketë gjithmonë vend në zemër për mbesën tjetër që tani duhet të jetë rritur. Çfarë moshe duhet të ketë vajza tani? Do të jetë 19-20. Pra, të nderuar miq, kjo është historia e dhimbshme e kësaj familje,
cila kërkon besën e tyre. Pra, mirëmbrëma, Zoti Ilmi, mirë se keni ardhur, mund të uleni, s'ka gjë. Mirëmbrëma, urime për emisionin. Faleminderit. Për një pjesë të stafit drejtues që juve dërguat pranë familjes time, kanë betur dhe do të mbeten në kujdes të parruar. Do thoni ju në shtrejtim. Ata janë treguar shumë të edukuar, shumë komunikues, shumë të aftë në anë profesionale, edhe u bën për një orë gjysmë se ku ishin pjesëtar të familjes time, jo se ishin gazetar. Faleminderit, unë ju Unë i kam, falenderoj. edhe kjo është porosia e familjes që unë po vi nga Berati. Atë unë i përgëzojnë edhe suksese. Faleminderit. Atëre, Zoti Ilmi, juve pra kërkoni... Anila, shkurtimisht, unë do të them historinë e djalit tim. Në 90-ën, si shumë të rinj, a i kaloi në ambasadën italiane edhe u përqëndrua në Itali. Në bas 6 muesh, ikë në Italia u përqëndrohet në Gjermani. Në Gjermani, 90-91, komunikonim edhe s'komunikonim, se mënyra e komunikimit ishte shumë e vështirë. Si që ishte për gjithë shqiptarët ato? Konë që doj, isha në shtëpi, bjezilja, ndërët telefonin, më thot, babi, jam Gazi. A mërë Gazi të mund, si e kalon, e tjera, e tjera. Mirë, babi, tha. Babi, tha, unë jam fyuar, tha. Urdhë, edhe është njeri u mirë. Ma nëzorin telefon, thjesht si që e kishte mësuar a i, babi si e më thot kjo Gjermani, thashë mirë, falembet, ju si jeni. Pra, aty mësuat se a ishte fejuar me një shtetase gjermane. Po, pikërisht me këtë Gjermane dhe emri si që përmendë dhe juve. Iris Freuder. Ky ka qenë identiteti saj. Po. Në 92-shin, djali bje branda buan dënimin në Gjermani. Në 93-shin këthejet në Gjermania për në dhe. Si çdo fëmi ma afer komunikon me tjemën, me mua edhe pak e distancuar, sa gjera ke vrasysh. Edhe ndërmjet tjerave i thot tjemës, o mami thot, e di thot që unë jam me një vajzë. Kam një vajzë, apo jo? Kam një vajzë. I thot, po mirë më ti djallë, thot. Me mosi nuk them, tha. Mua, tha, për brenda ligëve që kishin ata, më bërnë dhe adumen e këshin ma këtu në shpatull në djathë. Tha, po pse e pranove ti të këtë, i tha e jema, e këshin ligjë ata, tha, nuk mundet të ashtu do të me, tha, këshin të ligjeruar, tha. Por, tha, si nen do themi gjetha që ajo, tha, mban mbi emrin tonë. Vajza. Vajza. Përfundimisht, kaq ka qenë historia e djali. Emrin e vajzës? Në 97-ën, mu vra djali. Edhe tablo e gjithësoj situate u kurorëzua me marimin e jetës ti në 97. Ne kërkojmë, do thoni juve që ju ka ikur dritë e syrit, mirë, dakord, edhe ashtu është, po që mbesë edhe ajo, në fund e fëmijë është gjaku e i djalit ti. Gjaku i djalit. Pra, ajo sot duhet jetë 19 ose 20 vjeç? Moshe sa relativisht, ajo mund tjetë 18-19 vjeç. Juve ju ka treguar të paktën emrin e saj, apo diçka? Vetëm emrin e të shoqes. Të shoqes. Për fëmin, jo. E cila quheshe Iris Freuder. Po. Në Hanover. Në Hanover. Të është edhe gazetarët dhanë mendimin e tyre aty në shtëpi, thanë që duke ndërmjesuar pranë avokatit që i ka pasur, duhet i di gjërat me mellësi, si... Ju keni ndonjë emër avokati, apo... Pa tjetër, unë nuk kam. Po?
Tashi do bëni ju Ndoshta mbas në ato duke rrugët. kërkuar pra nëpërmjet emrit të djalit Duke tuaj. i referuar edhe vitit të dënimit që ka kryer. Atëre, nëpërmjet gjithë këtyre pak të dhënave, sepse këto janë shumë pak të dhëna për të kërkuar një zonjë gjermane. Megjithatë, ne jemi duke kërkuar rreth dënimit që ka bërë, siç e thatë dhe ju, djali juaj në Gjermani dhe për të zbuluar, ndoshta për gjetur avokatin, dhe ndoshta ai ka ditur dhe një histori emrin e vajzës. Megjithatë, për këtë ne jemi lidhur me korespondenten tonë në Gjermani, Blerinën, me të cilën unë do doja të kishim një lidhje direkte, apo jo, e kemi Blerinën në linjë. Linja nëmër 1, regjia. Atëherë vetëm diçka do t'u them, më falni, gamën ose shkallën e njohjes nana shoqërore ja ka pasur shumë të zgjeruar. Do të shkojmë dhe natë për gjithë rrethin shoqëror të djalit tuaj. Atëherë Blerina, linja nëmër 1, regjia, mirëmbrëma Blerina nga Tirana. Mirëmbrëma, Aida, mirëmbrëma të gjithëve. Të përshëndes, të falenderoj për bashkëpunimin dhe për punën që ke bërë dhe këtë herë në lidhje me këtë histori vërtet të dhimbshme, por për të zbuluar diçka. Jemi gjithmonë duke kërkuar një zonjë gjermane, Iris Freuder. Të paktën këto janë të dhënat që na kanë dhënë familjarët. Ku jemi për momentin? Keni arritur të bini në gjurmë të kësaj zonje, Blerina, apo ekziston kjo zonjë në Gjermani të paktën me këto të dhëna? Për në Hanover bëhet fjalë. Po, si fillim përshëndes përzemërsisht familjen e Gazmendit, me që ndodhen aty në sallë. Dhe ashtu siç kam informuar dhe stafe në lidhje me këtë histori, mund të them që të dhënat që disponojmë në lidhje me zonjën Iris Freuda nuk janë dhe shumë të mjaftueshme. Aq për më tepër që mbiemri i saj nuk më duket i saktë, pasi pas atyre kërkimeve që kam bërë nuk kam arritur të gjej ndonjë gjë konkrete. Madje në të kundërtën e rasteve të tjera nuk kam patur në këtë rast as diçka të përafërt. Megjithatë, nuk e dim nëse vërtet mbiemri i zonjës Freuda është i saktë. Për më tepër nuk e dim nëse ky fëmijë vërtet ekziston, ku dhe kur ka lindur, sepse qyteti Hanover nuk është qytet fare i vogël dhe plus kësaj përbëhet nga komuna periferike të ndryshme, gjë që e vështirëson akoma dhe më tepër kërkimin tonë në lidhje me zonjën Iris Freuda. Gjithashtu nuk e dim nëse atësia e vajzës është bërë e njohur në zyrën përkatëse, sepse në shumë raste shtetasit gjermane që janë martuar me të huaj, me të cilët martesa nuk ka funksionuar ose që nuk kanë qenë të celebruara, por nga kjo lidhje ka ardhur në jetë një fëmijë, në përgjithësi nuk e bëjnë të ditur atë në gjendjen civile. Dhe kjo ndodh për arsye të ndryshme, pasi nënat shpesh herë mendojnë që në këtë mënyrë ruajnë fëmijën nga rreziqe të ndryshme, se mos ndoshta në qytet me babaj biologjik u kërkon ose u merr fëmijën për fare. Raste këto që ndodhen shpesh në jetën e përditshme, por nuk do të thotë që në këtë rast duhet të jetë kështu. Është thjesht një mundësi. E kuptoj. Gjithsesi, të dhënat janë të pakta dhe nuk e mendoj që mund të përparojmë shumë shpejt. Kam verifikuar dhe versionin e dytë që ka të bëjë me baban e vajzës, Bjerin Gazmend Cufi, i cili ka qenë në Gjermani në vitet 93-94. Por dhe këtu nuk mund të gjej asnjë informacion konkret, pasi si e kam shpjeguar shpesh herë në emision në lidhje direkte, që dosjet në zyrën përkatëse sipas ligjit ruhen vetëm 10 vjet. Pra, sipas llogarisë çdo gjë është ruajtur deri në vitin 2003-2004. Për fat të keq, dhe këtu nuk mund të bëj asnjë hap përpara sepse nuk gjendet asnjë lloj informacioni. Ndoshta dikush që ka qenë në ato vite në Hanover, dhe ndoshta jeton akoma aty dhe mund ta ketë njohur Gazmendin, ndoshta di diçka konkrete për sa i përket lidhjes së tij me zonjën Iris, ndoshta dhe diçka më konkrete për fëmijën e përbashkët. Gjatë kohës që po ju ndiqja tani në emision, në fakt më është shtuar një shpresë pak sa e zbet për momentin, pasi zbulova diçka interesante pak më parë në një program kompjuterik, dhe mendoj, nuk jam e sigurt, mendoj se kam gjetur mbiemrin e saktë të zonjës Iris. Por nuk bëhet fjalë për në Hanover. Ka mundësi që dhe ajo ndoshta të shpërngulur, sepse kanë kaluar edhe shumë vite, dhe nuk është e thënë që të jetoj po akoma në të njëjtin qytet. Pra, por më tepër më duhet të verifikoj një herë nëse bëhet fjalë për të njëjtin zonjë që ne kërkojmë. Dhe nëse bëhet fjalë për të njëjtin person apo jo, Blerina? Po, pikërisht. Domethënë, mbiemri është goxha, në tingëllim është goxha i përafërt, por që shkruhet ndryshe dhe unë mendoj sepse me Freuda
nuk del absolutisht asnjë gjë dhe në versione të ndryshme shkrimi. Mendoj se kam gjetur diçka të saktë, por duhet verifikoj nëse bëhet fjalë për të njëjtën zonjë Iris apo jo. Familjarët të paktën siç deklaron edhe babai i gazmentit, të ndjerë nuk e din pra emrin e vajzës së tij, por të paktën sipas atyre që ju ka thënë, mendohet se ndoshta ajo mban mbi emrin e tiatit. Të paktën me mbiemrin e tiatit keni kërkuar, ke gjetur ndoshta ndonjë person apo ndoshta mund të ketë mbajtur mbiemrin e nënës siç e thatë dhe ju pak. Po, të kuptoj. Aida, fëmia në asnjë mënyrë nuk mund të ketë mbiemrin e babait. Pse? Nëse atësia e fëmijës nuk është regjistruar në gjendje civile, e para dhe e dyta, nëse të dy personat nuk kanë qenë të celebruar, fëmia mban automatikisht mbiemrin e nënës. E kuptoj. Domethënë nuk ka mundësi që të jetë me mbiemrin e babait. Në certifikatën e lindjes nuk e dim nëse është bërë regjistrimi në gjendje civile apo jo, për të gjetur diçka më konkrete. Por me mbiemrin e babait nuk mund të ecim absolutisht përpara, sepse sipas rregullave këtu, kur martesa nuk është regjistruar, pra nuk ka celebrim, atëherë fëmia merr automatikisht mbiemrin e nënës. Nëse nëna e ka bërë të ditur atësin, atëherë mund të jetë shumë e mundur që të mbajë dhe mbiemrin e babait. Po kjo është varur gjithmonë nga nëna. Po, ju kuptoj. Pra, Blerina, historia është, edhe në qënë pamjen e parë, kur e kemi marrë si histori dhe kemi parë se sa pak të dhëna kam familjarët, e kemi kuptuar që është pak sa e vështirë, megjithatë jo e pamundur, sepse ne në bashkëpunim gjithmonë me ju në shtetin gjerman kemi arritur të zbardhim histori të tjera, po kaq të vështira. Po, Aida, kjo është e vërtetë dhe unë shpresoj që të gjejmë diçka më konkrete, pasi dhe në momentet e para u duk sikur është komplet e pamundur, por nga që po merresh tani dhe më tepër me këtë punën e mbiemrit, mendoj se kam mbetur diku që mund të jetë saktë. Blerina, me sa në dieni, ju tashmë jeni duke kontaktuar, negociuar dhe me gazetar pra në shtetin gjerman, por dhe me një emision pak a shumë analog me emisionin ton, apo jo, i cili zhvillohet në çfarë kanali në Gjermani? Po, Aida, kjo është e vërtetë. Ky emision zhvillohet në kanalin ZDF, edhe do doja shumë që siguroja ndoshta një lidhje me ta, bashkëpunim më tepër. Megjithatë, kjo është një pyetje e kohës, pasi këtu dhe rregullat janë shumë ndryshe se sa në Shqipëri, dhe zonjat e zotërinë që merren me këtë punë duan pak kohë, duhet u lëm akoma dhe më tepër afat për të menduar bashkëpunimin midis këtyre dhe juve. Do të na ndihmonte shumë pasi do të publikojmë në Gjermani, ne kemi shumë persona të humbur. Mbasi një publikimi, një fotoje në një emision televiziv që ndiqet nga shumë persona, ndoshta njëri prej tyre mund t'japi një informacion, pra është një bashkëpunim i ndërsjellët, që ne kemi bërë tashmë dhe me emisionet të tjera në vende të ndryshme të Europës, por dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi për rastin në fjalë, atëherë jemi në kërkim të kësaj zonje. Jemi gjithmonë në kërkim të kësaj zonje, apo jo? Po, jemi në kërkim të kësaj zonje, vazhdojmë të kërkojmë, siç e thash dhe pak më parë, informacionet janë vërtet shumë të pakta, po ndonjëherë të del informacioni pozitiv aty ku nuk ta merr mendja, dhe ndoshta kemi fat në këtë rast. Në përgjithësi, na ka hecur këtu në Gjermani, ndoshta na hecën edhe këtë herë. Unë do doja të bëja një thirrje këtu, me që jemi në lidhje direkte me ju telefonike, doja të bëja një thirrje edhe me të gjithë shqiptarët që ndoshta na ndjekin nga Hanoveri dhe ata që kanë njohur gazmentin, pra rrethit i shoqëror, pasi që përmendit e babaja, ai ka qenë një tip shumë i shoqërueshëm. Ka pasur shumë njohje në Gjermani. Kjo është një foto që vjen pra nga Gjermania tek familjarët në ato vite kur ai jetonte në Gjermani, dhe ndoshta njëri prej shokëve të tyre mund të ketë ditur historinë që ai ka pasur me këtë vajzë gjermane dhe historinë e familjes së tij që ka lënë në Gjermani dhe për të cilën ju ka treguar familjarëve të tij ndoshta disa kohë përpara se të largohej nga jeta. Po, Aida, kjo është e vërtet. Në Hanover jetojnë shumë shqiptarë, kanë jetuar shumë shqiptarë që mbas viteve 90, mbas largimit të parë që u bë në ato kohë të shqiptarëve për në Gjermani, dhe unë mendoj që patjetër duhet të jetë dikush që ndoshta jeton akoma në Hanover
ose ka jetuar në ato vite në Hanover dhe patjetër duhet të di diçka në lidhje me këtë histori. Nuk besoj që çdo gjë të ketë ndodhur pa e ditur askush tjetër përveç të ndjerit gazment. Ndërkohë që ne kemi numrat e telefonit të vazhdimisht në ekran, të gjithë ju shqiptarë që na ndjekin momentalisht nga Hanoveri dhe keni njohur gazmentin, do t'ju lutesha të kontaktonit me njerë me emisionin ton. Blerina, në qofse ne do të kemi diçka tjetër gjatë mbrëmesës sotme, në lidhje me Hanoverin apo ndonjë lajm tjetër që na vjen, do të lidhemi sërish me ju dhe t'ju kalohet gjithë informacioni. Gjithashtu dhe ju mund të më telefononi në çdo kohë. Dhe ju nëse zbuloni diçka tjetër sonte, do të jemi në lidhje të vazhdueshme. Patjetër, si gjithmonë. Të falenderoj shumë për punën tuaj dhe shpresojmë që herës tjetër në lidhjen e ardhshme të kemi lajme të mira. Shpresoj dhe unë, lutem për këtë. Të përshëndes, Blerina. Ju përshëndes edhe unë. Atëre, kjo ishte lidhja direkte dhe kërkimet që ka bërë korespondentja jo në Gjermani. Kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtë publicitare dhe kthehemi me njërë në studio. Plus të përket ty. Jemi kthyer në studio. Atëherë vazhdojnë të vinë informacione për rastet që ne kemi publikuar, vazhdojnë të vinë telefonata edhe për Shukri Hysenin sërish. Këtë herë kemi një informacion, një zotëri i cili thotë se e ka parë para një ore në qytetin e Gjirokastrës. Gjithsesi është dhënë një adrese saktë se ku e ka parë. Gazetarët janë duke u informuar në këtë momente për gjetur një numër telefonit të lokalit se ku e kanë parë, por unë do t'ju lutesha të nderuar miq dhe qytetarëve të Gjirokastrës, në qoftë se më ndjekin momentalisht dhe e kanë parë këtë djalë, ta shikojnë edhe një herë mirë foton për të siguruar, në qoftë se kemi të bëjmë me të njëjtin person. Është dhënë një përshkrim nga paraqitja jashtme, gjithsesi nuk përkojnë veshja e tij me atë ditë me veshjen kur është larguar nga shtëpia. Kjo nuk do të thotë kanë kaluar disa ditë që nga momenti që ai ka dalë nga shtëpia. Nga 18 shkurti, sot jemi 29 shkurti, ndoshta mund të ketë blerë pra tesha, mund të ndryshoj pamja e tij jashtme, por gjithsesi kanë thënë se kanë parë para një ore. Edhe njerë, kush e ka marrë informacionin? Dorina, mund të marrësh të dhëna nga telefonuesi se ku ndodhet ky lokal, pikërisht në çfarë lagje të Gjirokastrës, sepse kemi njerëz të cilët mund ta verifikojnë në këtë momente që ne flasim. Ndërsa për historinë e cilën e prezantuam dhe kërkoheshe pra Irin Freuder, të paktën kështu është dhënë informacionin nga familjarët, do t'ju lutesha edhe njerëz shqiptarëve që na ndjekin nga Hanoveri, le të ndihmojmë për këtë histori, për të zbuluar pra se kush është kjo zonjë, si quhet dhe për të arritur në gjurmët e vajzës së saj. Vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton. Në këtë moment do të kalojmë në një histori tjetër, për të kërkuar fatin e një shqiptari i cili ka humbur kontaktet me nënën e tij nga Italia. Ai quhet Roland Zeneli dhe nëna e tij ndodhet me ne sonte në studio. Por cila është historia e kësaj familje dhe humbja e kontaktit të tyre? Ndjekim insertin dhe kthehemi me njëherë. vjeçari nga Vlora, që prej vitit 1999 e kishte ndërtuar jetën në Itali. Ky është Roland Zeneli, i humbur në vitin 2008 nga Bologna e Italisë. Këtu jemi me nënën e tij, zonjën Yllie, e cila do të na tregojë se si ka ndodhur ngjarja me të. Ndonse nuk vinte shpesh për të takuar me familjen, kontaktet telefonike ishin të shpeshta. Kjo situatë kishte vazhduar normalisht deri në 22 tetor të vitit 2008, kur Rolandi bëri dhe telefonatën e fundit me nënën, pasi Roberti vëllai i tij ishte ndarë nga jeta nga një sëmundje e pashëroheshme. Atë ditë më vdiq djali mua, më merr djalin telefon Landi, në Itali. Më thotë mama, vdiq Roberti? Po të keq mama, e vdiq, tiroj fëmija. Kaq, Landi, unë ti thosha, sa ashtu i flasim shkurtimisht, Roland e kajmë dhe i flasim Landi, dhe i thashon, o, Landi, të keqen ama, sa ti thosha, të mëroni dhe juve, kam ju, që tipja edhe ati kuraj, ma preu telefoni për njerë, nuk më foli do të nga.
Vetëm goca më tha nga Greqia që jam lidhur unë, goca e madhe në ngjarje. Thot më foli në telefon Landi, thot e më tha që do nisem për në Vlorë. Atë ditët erdhi goca me gjithë shoqe nga Greqia, të shtonën, të dielën ndodhen e pritëm të tragedi, nuk erdhi. Pas kësaj dhimbjeje të madhe, fati sërish nuk u tregua bujar me këtë grua. 17 muaj më vonë, bashkëshorti i saj ndëron jetë. Kjo goditje e dytë e rëndoi edhe më tepër shpirtin e nënyllijes. Në ndryshim nga hera e parë, kur Rolandi telefonoi për vdekjen e vëllait, kjo nuk ndodhi me vdekjen e babait. Durojmë dot, fare. Kam harruar këtë që vitin. Pak të kisha atë se do shkonte dhe fëmijët atje. Përveç plagëve që u shkaktuan kësaj nëne, nga këto vdekje të parakoshme, ju shtua dhe ajo e Rolandit, ndërprerja e kontakteve. Asnjëherë se kishte menduar se do të mbetej fillikat e vetme dhe të jetojë mes kujtimeve dhe vuajtjeve që ka kaluar për t'i rritur fëmijët e saj. Unë i kam rritu me thesë kra. Këtë them, kur mendohem, pse o birë me arrobe? Kam rritur me thesë kra, kam për nëna mame, pse për të rritur ata? Një ditë e zakonshme e nënyllijes nuk është si ajo e gjithë të tjerëve. Ajo pas së zgjohet fillon të përshëndes me radhë fëmijët e saj, nëpërmjet këtyre fotografive. Ato janë të vetmet sende të cilat mbajnë gjallë kujtimin e Robertit, i cili s'mund të kthehet më në këtë botë. Dhe Rolandit, ku nëna shpreson sa më shpejt ta shohë të hyjë në këtë shtëpi. Të kthej kokën mbrapa, të më bëj një telefon mamas, të më thot që jam mirë, nuk e prish jetën e ty. Pra, të nderuar miq, kjo ishte historia e Roland Zenelit dhe thirrja që nëna e tij bën nëpërmjet kamerave të emisionit Njerëz të humbur, le të kthej kokën mbrapa dhe të bëhet i gjallë, apo jo? Zonja, mirë se keni ardhur, zonja Ylie. Faleminderit shumë. Jam shumë e kënaqur. Ju uroj shëndet dhe jetë, me gjithë të po bëni ju. Bashkoni nënat, zëndrat e nënat, me fëmijë. Me taftit e tyre, ju faleminderit shumë. Edhe u falenderoj gjithë juve dhe gjithë. Zonja Ylie, unë të falenderoj që besoni në emisionin tonë dhe në punën tonë, por do doja pak të më tregonit nga ajo telefonate fundit që ju patët me djalin tuaj me Rolandin, pra si ka qenë ajo bisedë dhe... Ajo bisedë nuk ishë marrë një. Nuk e di kush kishte një telefon që mbaroj të vajzë. Bje telefoni, më të ngrenë mua ati ku isha. Vajt atje, mora telefoni. Edhe më foli, mama, vëllai tash. Diq Roberti? Po të kishë mamaja tash. Ti rojnë fëmija, tha. Rosht kishë në e thashon. Landi, sa shu i flasim ne, për shkurtimisht. Kita edhe ati ti i pja një kuraj. Në të mes. Ai, ma bëlli telefoni. Unë nga i vetëm i lutem shumë. Që nga i moment pra ta mbylli telefonin i dëshpëruar shumë dhe nuk, që nga i moment nuk ju telefonoj më, pra... Në fare asë kur di që jati, mbas 17 muaj të djalit, të di buri, na i s'mundi dhe ajo shumë. Nuk më morin telefonin, fare asë për tjati. Mori vesh, ndoshta... Nuk e di, mori vesh, nuk digje. Po që dite që ka vdekur djali, unë nuk jam lidhur me djali. Vetëm me gocën e madhe, se ka pasur lidhje shumë me gocën e madhe, e i thot që unë do vite në Shqipëri. Dhe ata vend dalin të tragedi i presin. E pritën, zbritën gjithë në tragedi, a i nuk zbriti. Atëre ngrijet e vete pjë dëndri, shikon listën, nuk ishte nisur.
Nuk ishte nisur fare? Ja, nuk ishte nisur. Edhe herë në shtëpi më thanë që nuk ishte nisur. Rolandi pra është dëshpëruar nga humbja e vllajt. Ishin shumë të lidur. Ishin shumë të lidur. Unë kisha 6 fëmijë, 3 djeme, 3 goca. Po ata e kanë qenë shumë të lidur me njëri tjetrin. Jashtëzakonisht. Po çdo gjë që kishin me atë të madhen ishin shumë më të lidur. Zonja Ylie, pra, në qoftë se të ndjek Rolandi sonte. Nëse ndjek Unë Rolandi. doja të ktheshe nga kamera dhe ti bëje një thirrje, pra. Shpresojmë që sot të na ndjeki. Nëse ai mua më ndjek Rolandi, i thot nëna vetëm të grër telefonin, të më thot si është, kaq, dhe të më thot që jam. Ai të vazhdoj jetën e tija, siç ka dëshirën e tija, nëna nuk i ndyn në atë halën e tija, jam të në rregull, s'kam nevojë për gjë, vetëm dua të shoh fëmijë. Ai kontaktin e fundit e ka pasur nga Bologna, apo jo? Në Bologna jetonte? Në Bologna jetonte. Që nga 2003. Zonja Ylie, ju tani momentalisht jetoni vetme me djalin e Robertit, apo jo? Robertit e kam këtu dhe atë. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mund të marrësh mikrofonin të bësh një thirrje pra xhaxhait tënd? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Thjesht të kthej kokën për nënën pa. Asgjë tjetër. Ti sa vjeç ke qenë pra kur e ke parë për të fundit xhaxhain Rolandin? 6-7 vjeç. 6-7 vjeç. Po. Pra nëse ai të dëgjonte sot, çfarë do t'i thosh? Thjesht për nënën, vetëm kaq. Vetëm ajo, mos të puth më fotot, vetëm puth atë. Amoja Ida, ta di e vlati se që bënë prindi. Unë kisha 6 fëmijë, jeta i shumë e ngushta ere, shumë e vojtur. Detyrohesha, punoja në punë të rëndë. Që të rrisja ata fëmijë. Ta shingela. Kam nipin të më roj, kam djallë në Roberti. E kam rritur vetë. Nuk dua të mërzitesh boll hallëve që ke pasur. Unë shpresoj që ai të dëgjojë sonte, edhe një herë. Do t'i lutesha regjist të publikojnë foton e Roland Zenelit. Roland, në qoftë se më ndjek sonte, ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që na ndjekin nga Bologna dhe që e njohin Rolandin, i cili është nga Vlora, sot duhet të jetë 44 vjeç, por nga viti 2008 ka humbur kontaktin, nga 22 tetori 2008 ka humbur kontaktin me nënën e tij. Ndoshta ka qenë jashtëzakonisht i mërzitur nga humbja e të vllajt dhe pikërisht në momentin që ai ka marrë në telefon dhe ka mësuar të vërtetën, ka mbyllur telefonin dhe që nga ai moment nuk ka telefonuar më. Mëtej është lidhur me motrën e tij duke i thënë se do të kthehet, do të vinë në Vlorë, por nuk ka hyrë asnjëherë në atë traget. Çfarë ka ndodhur me Roland Zenelin? Do t'ju lutesha të gjithë atyre që e kanë njohur, e njohin Rolandin, por dhe vetë Rolandit, nëse na ndjek sonte nga Bologna e Italisë, kontaktoj në studio me ne për nënën e tij për të njoftuar atë dhe për t'i thënë se shëndosh e mirë. Ndërkohë që doja t'i jepja fjalën gazetarëve, atëherë Seda, cilat kanë qenë kërkimet e para në lidhje me këtë histori? Po, Ajda, unë duhet të them në bazë të gjithë informacioneve, veç informacioneve që ne kemi pasur për rastin e Rolandit, kërkimet tona kanë filluar në rrugë zyrtare me ambasadën tonë në Itali, në Rom, ku i është dërguar fotoja e Rolandit dhe të gjitha të dhënat që ne të marrim një informacion sa më të saktë. Se da të kërkojnë ndjesë, regjit, do t'i lutesha regjist, pra, japim herë mas here foton e Rolandit, sepse ndoshta ka shqiptarë që na ndjekin momentalisht nga Bologna dhe e kanë parë këtë. Djalë është nga Vlora, 45 vjeç, më 22 tetor të 2008-ës, ka folur për herë të fundit në telefon me nënën e tij dhe që nga ai moment s'është bërë më i gjallë. Po, Seda. Më pas, kërkimet tona vazhdojnë me korespondenten tonë në Itali, Edlirën, e cila ka filluar kërkimet për të marrë vesh se ku ai punonte, adresën e saktë ose për të arritur për të kontaktuar me disa persona të cilët ai punonte, pasi duhet të dimë se Rolandi shokët e tij i kishte shtetas italian. Shumë rrallë kishte njohje ose lidhje me persona të cilët ishin shqiptar. Më pas, në vitin 2009, në shkurt të 2009-ës, kemi arritur të marrim informacion
informacion nga një person i cili bazohej në foton e Rolandit dhe ka pohuar se ka parë në Itali dhe në Bologna, pra aty ku ai ka jetuar për disa vite. Unë natën e sotme dua të përfitoj nga rasti të bëj thirrje të gjithë atyre personave shqiptar, emigrant, të cilët na ndjekin, kemi nevojë shumë për ndihmën e tyre. Nëse na ndjekin, të shikojnë këtë djalë, nëse do të mundet të na ndihmojnë për gjetjen e këtij, pasi nëna e tij ka disa vite që ka shkëputur kontaktet dhe nuk di se ku ndodhet Rolandi. Ndërkohë, ai ka qenë i pajisur me dokumenta të rregullta në shtetin italian? Ati në 99-ën, ai ka ardhur në Shqipëri në 88-99 me një soggiorno. Ai e kishte marrë soggiorno, kishte dokumentat. Po? Edhe ata i kishin thënë nuk do largohesh. Ai palen e atyre erdhi për t'u takuar. E kishte marrë malli, dhe një 5-6 ditë. Kishin vajtur, kishin kërkojtur atje ku isha ai. Se gjetën ka ikur në Shqipëri, thonë. Ja dojgjën dokumentat. I dojgjën dokumentat. Pastaj mëtej si shkojnë në Itali? Edhe pastaj flisim telefon gjithë një me të, thash, nuk kam dokumenta. Nuk kam dokumenta. Pra që sa vite kishte që nuk ishte ardhur në Shqipëri? Që nga jo ko, pra që nga 99-ta? Nuk e kam arrujt të fityr, vetëm shikoj fotografinë. Pra ju që nga 99-ta nuk e keni parë, keni kontaktuar në telefon deri në 2008-ën? Dhe nga 2008 keni humbur çdo lidhje me të. Ka pasur persona të tjerë nga Vlora, pra që kanë qenë në shok me Rolandin dhe kanë jetuar dhe ato në Bologna? Një shok që kishte ai nga Vlora, i vdiq era nga Zëmbra. Vdiq nga Zëmbra dhe shoku i tij. Po çkute lidhesh më me atë, rrinte në një familje italiane, kaq na thosh. Në Bologna me çfarë punë merre? Ju kishte thënë Rolandi se çfarë punë bënte atje? Neve na tregoi vetëm fabrikën e xhinseve që punonte, punonte në një fabrikë xhinses në Bologna. Në Bologna punonte atje. I vllai që ka qenë atje, që thot. Po? Gjithmonë që e pyesim neve, e bëjnë muhabet gjithmonë dhe sot. Ai thot, kur kanë qenë unë atje thot. Dhe ashtu thot, ai thot, nuk është maras me një gjë. Kemi merak, thot, e kur bëni shoqëria muhabet, thot, që ngri shik në shoqëria. Edhe që atëre filloi u tërhoq në shoqëria. U lidh vetëm me italian. Sa i gjatë është Rolandi, pra? Një 70 aty, një 70. Një 70. Ka pas në një shenjë dalluese, ne jemi duke ndjekur dhe foton e tij? Asnjë shenjë dalluese. Pra nga 99-ta ai ka qenë era e fundit që ka ardhur në Shqipëri, ka ndonjur vetëm 6 ditë, apo jo? Ajo ka qenë dhe viti kur ai ka djegur Soggiornon dhe mëtej është kthyer sërish në Itali dhe vazhdimisht ju flisin telefon, por ai u thoshte se nuk kam bërë akoma dokumenta dhe nuk mundem të vi. Ndërkohë që në 2008-ën ai ju telefonoi, mori vesh lajmin e kopshëm të humbjes së vllait të tij dhe që nga ai moment nuk telefonoi më. Nuk ka telefonuar më fare. Mëtej ka telefonuar me motrën dhe i ka thënë se unë do të vi në Vlorë, sa kohë mbas kësaj telefonate që ka? Të 5 ditës të vllait. Mbas 5 ditësh, pra, i ka thënë se do të vi. Do vite në Shqipëri. Por nuk ka hyrë asnjëherë në tragjet. Jo, nuk ka hyrë në tragjet. Nuk ka prerë fare biletën, pasi kanë parë listën e emrave. Vajti pa listën, dhe ndër u fut brenda se ki shok, atje, e rregulloi, shikojti, nuk ka hyrë thamë. Atëre, edhe një herë jemi duke ndjekur pra foton dhe të dhënat e Roland Zenelit, kërkojmë ndihmë nga të gjithë shqiptarët që na ndjekin momentalisht nga Bologna. Atëre, kemi ndonjë lajm, po, kemi ndonjë lajm një telefonat në këtë për Rolandin, të shpresojmë, po. Do gjithë teleshikuesve që të provojnë në mënyrë të vazhdueshme për dërguar dhe mesazh tek numrin Plus Mobile, pasi të momente ka një problem teknik linjat tona. Janë bllokuar linjat telefonike, Kanë problem nga televizioni shqiptar linjat sonte. Atëre do të ndaj të provojnë numrin Plus për të dërguar mesazhe, nëse numrat kanë problem. Dhe keni pra shumë mënyra të tjera kontakti. Dhe adresën e emailit. Dhe në adresën e emailit ju mund të dërgoni informacionin tuaj, por dërgoni pra mesazhe në numrin Plus Mobile, i cili është i afishuar, nuk ju kushton, ka vlerën e një mesazhi të thjeshtë. Prandaj ndihmoni sonte në gjetjen e këtij personi. Pra në gjetjen e Roland Zenelit, i cili që nga 99-ta nuk e ka parë nënën e tij, kanë kontaktuar në telefon deri në 2008 dhe që nga ai moment nuk dihet më fati. Roland Zenelit, i cili ka jetuar në Bologna dhe sipas familjarëve ka punuar në një fabrikë pra prodhimit të xhinseve.
Këto janë të dhënat me sa duket, ndoshta kemi informacione të paktën, si që janë duke marrë gazetarët, kemi edhe mesazhe, apo jo Silva? Le të shpresojmë që të kemi diçka më konkrete, edhe njerë dua të falenderoj të gjitha ata të cilët dëgjuan thirrjen që ne bëm pra për shqiptarët që na ndjekin nga Bologna dhe me njerë janë ndërgjegjësuar dhe janë duke telefonuar. Pra, do të jemi në pritje, zonja Yllie, të shpresojmë që të kemi lajme sonte për Rolandin. Nuk kërkoj asgjë nga Landi, vetëm të më marrë një telefon, të më thotë që unë jam mama. Të di që e kam atë të paktë. Të shpresojmë, unë besoj ndërkohë që edhe kontakti që ne kemi pasur dhe me bashkëpunëtorin e emisionit tonë në shtetin italian, ajo është duke verifikuar. Gjithsesi nuk e dim nëse dokumentat ai është pajisur me dokumenta me emrin e tij. Jemi në verifikime si për Roland, nuk e ka ndryshuar Roland Zeneli. Ka pasur një Soggiorno, i ka humbur dokumentat dhe nuk dim në qoftë se ka aplikuar sërish me po të njëjtin identitet. Gjithsesi përderisa ka marrë një Soggiorno, ka dhënë shenja gishtë. Për pasaportën do nxirrte pasaportë treta, do nxirr këtu tha në ambasadën, tha mua mos u mundon. Në ambasadën shqiptare në Rom. Po, këtë më tha. Në telefon atëre. Në Rom ose ndoshta edhe në Milano, sepse ai jetonte në Bologna dhe ndoshta ka shkuar. Mund të bëni një lidhje edhe me konsullatën tonë në Milano, në qoftë se mund të ketë aplikuar për të pajisur me pasaport. Është një rrugë e mirë që ne mund të verifikojmë. Atëherë Silva, kemi diçka tjetër? Ka sugjerime të shumta që vinë nëpërmjet domethënë mesazheve, por që shoh që dhe telefonata që ka marrë Stella është goxha interesante. Atëherë Stella, Po një sekond. Jemi duke marrë një informacion në fakt që bëhet fjalë se ka shumë gjasa që mund të jetë Roberti, për një person rreth kësaj më fal, Rolandi, rreth kësaj moshe këtu. Por jeton në Bologna. E kuptoj. Mirë, merrni informacionin e plotë dhe pastaj sërish do ta jap fjalën. Do të presim, ndërkohë për raste të tjera ka pas diçka tjetër. Do informacionet për në Tiranë, Ka pas një informacion që unë e publikova pak më përpara për në Gjirokasë para një ore, keni verifikuar atë, kishim të bëni me shukriun apo ishte thjesht ngjashmëri personi, Dorina? Po përpiqemi të lidhemi me personin i cili ka dhënë këtë informacion. Ndërkohë Silva ke thënë është po në Tiranë vin informacionet. Po, për në Tiranë domethënë ka disa informacione, domethënë. Më keni thënë pak më përpara në zonën e Vasil Shantos. Po, faktikisht nuk është domethënë marrë shumë zgjeruar për pasi kemi një defekt me linjën dhe ka pas pra një bum të madh telefonata sonte dhe ndoshta kemi një bllokim të linjave, gjithsesi ju vazhdoni të jepni informacionin tuaj. Do të jemi në pritje zonja Yllie edhe për rastin e Rolandit. Unë shpresoj që do të zbardhim diçka, do të shikojmë se çfarë ka ndodhur me Rolandin dhe ku është ai momentalisht. Dhe ndërkohë vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë me një histori tjetër, e cila do të na çojë sërish në rubrikën tonë Kthim mbas vitesh. Sonte do të udhtojmë në Stamboll, sërish për t'ju treguar një histori e cila ka ndodhur para shumë e shumë vitesh. Ndjekim për kë histori bëhet fjalë dhe kthehemi në studio. Gjithçka për një trashëgimtar. Këtu nis historia jonë e shtrirë mes dy brigjeve, duke lundruar mbrapa në kohë, në një periudhë ku ngjarjet historike rridhin me një tjetër dinamizëm, ku vlerat morale të familjes dhe shoqërisë kishin një tjetër kuptim. Ishin vitet 20. Megjithëse kishte pak kohë që Shqipëria kishte fituar pavarësinë politikisht nga Turqia, fatet e shumë njerëzve lidheshin ngushtë me atë vend. Njësoj si që ndodhi dhe me Duleman Mcukun, i cili rreth vitit 1927 emigroi drejt Stambollit. Atëherë ai ishte një njeri i zakonshëm, që emigrimin e shihte si një mundësi më të mirë për të rritur mirëqenien e familjes së tij. Secila është e veçanta që e bën atë pjesë të emisionit Njerëz të humbur. Këtë e rrëfen djali i tij, Qemal Mcuku. Kërkoj njerëz të afërt të mi që janë në Turqi. Vitin 1927, baba im është nisur për Turqi. Atje ka shpajtur në Turqi, ka punuar
në vitin 29 është martuar. Gruaja ka qenë turkesh, ka qenë goce një pranare në Turqi, dhe këtu kanë lindur 5 fëmijë, që thash. I pari Gjemili, i dyti Gjelil, i treti Alil, një ka qenë Fatime dhe një Dudejene. Thuhet se në Turqia i njihej me emrin Abdullah Jakub Kazazi. Se përse mori këtë emër nuk dihet, ashtu siç ka mbetur i pasbuluar emri i vajzës turke me të cilin u dashurua dhe fal kësaj pati 5 fëmijë. Dukej se tashmë ai kishte thuajse gjithçka që dikush dëshiron në jetë. Një bashkëshorte, fëmijët, një shtëpi e një punë në qytetin e bukur që falte mira mundësi në Stamboll. Edhe në Shqipëri ishte thuajse e njëjta gjë, por me një ndryshim, se familja Dulejmanit kishte një plan tjetër. Ka pas edhe një vllaj këtu. Vllai që ishte këtu u vra. Edhe ngeli shtëpia poshtë. Sipas zakonit atëre konaku ishte nuk rritet dot, edhe vatani nuk rrihesh, nuk ngelesh. Atëre u detyruan patjetër që dajat e tij, shkuan edhe e morën nga Greqia. Mund të them që ardhja e tij ka qenë aksidentale sepse ka qenë më tepër mashtruese që i është bërë. Në vitin 1937 ai vjen nga Turqia dhe në vitin 39 nuk ka rinë të kaloj dot më me shkuën në Turqi, për arsye sepse mbyllesh kupiri apo janë arsye të tjera që unë nuk mund t'i shpjegoj më mirë. Gjatë kohës që qëndroi këtu, ai u martu me nanën time, ikën. Dhe këtu lindët edhe 5 fëmijë tjerë. Aty ku thuajse ishte i vetëm, tani Dulejmani kishte jo një, por 10 trashëgimtar. Vitet kalonin shpejt e bashkë me të rritej edhe mosha e fëmijëve. Fillimi i luftës së dytë botërore e preu mundësinë e Dulejmanit për të shkuar përsëri në Turqi. Kur fëmijët ishin të rritur mjaftueshëm, babai i tyre u tregon të vërtetën dhe njëkohësisht u mundëson kontaktet nëpërmjet letrave. Në vitin 1961, babai im u nda nga jeta. Pas vitit 61, kemi hyrë këmby letra me djemt në Turqi dhe ata na pyeshin për babain, ne i tregum që babai ka vdekur. Në vitin 1968, ne kemi shkëmby fotografi me ta. Unë kam qenë fotografit, së bashku me 2 vëllezër dhe një motër, dhe ato na kanë sjellë fotografit e një vëlla, i cili quhet Gjelil, fotografit që i keni dhe ju sot. Gjelil Ercetini. Në vitin 68, mas marrjes fotografive, i kam shkruajt një letër në adresën Gjelil Ercetini, Rruga Vërjok, Lagja Osaren, Istanbul, Turqi. Sepse në këtë lagje gjithmonë ne jemi marrë komuniku me vëllezërit deri në vitin 68. Pasi kam qenë këtë letër, kjo letër më ka kthyr. Kjo letër nuk dihet nëse ka shkuar në Turqi apo nuk ka shkuar në Turqi. Vetëm ka ardhur një sket e shkruajtur që këto nuk ndodhen në këtë vend banim. Dhe jam porositur që të më shkruajmë. Pas edhe vetë isha në punë si shteti. Nëse situatat një jetë do të ishin aq të thjeshta, ndoshta motivimi do të ishte më i zbehtë. Diku nga viti 1986, thuhet se 2 nga djemtë e lindur në Turqi të Dulejmanit, Gjemil dhe Gjelil Ercetin, erdhën si turistë në Shqipëri për të takuar vëllezërit e motrat shqiptar
por regjimi i asaj kohe u andaloi. Nëse thuhet se ka një fillim, patjetër që do të ketë edhe një fund. Nëse ndarja i përket shekullit të kaluar, bashkimi është lajmi shumë pritur. Fundi i lumtur i dy vëllezërve që njëkohësisht kërkojnë njëri tjetrin, si trashëgimtar të të njëjtit trup. Shpresoj shumë që të jenë gjallë ata. Nëse ato do të shohin fotografinë e Xhelilit digun, e kupton ti, të jenë të sigurt që ato po i kërkojnë vllai vet. Po i kërkojnë vëllezërit e vet, po i kërkojnë gjakun vet. Nëse ato kanë dëshirë, e kupton ti, që të futen në lidhje me vëllezërit që kanë në Shqipëri, e kupton ti, unë e mirë pres, do të thënë që dhe është një diçka, një mall që fund funit unë jam tash moshë e tretë, edhe nëse nuk i arri, edhe në varr mund ta vë. Pra, kjo ishte historia e familjes Erçetin. Zoti Qemal sonte ndodhet me ne në studio për të kërkuar vllajën e tij pra në Stamboll. Një histori, një familje e ndarë më dysh, apo jo? Një histori e prerë në mes që në vitin 1986. Pasi ata kanë ardhur t'ju takojnë në 86-ën dhe nuk ju janë lejuar nga sistemi atyre viteve të hynë në kontakt me ju. Në këtë mënyrë janë kthyer sërish mbrapsh, pra në Stamboll, pa mësuar asgjë dhe pa takuar as babain, por as vëllezërit e tyre. Kjo ka qenë historia, zoti Qemal, apo jo? Pra ju keni pasur kontakte me letra, jeni lidhur deri në 68, deri në 60-ën? 68. 68-ën. Ndërkohë që keni marrë verse në 86-ën, ata kanë ardhur. Kush ja u ka dhënë këtë lajm? Këtë lajm kjo është dhënë pasi kanë janë larguar të kanik ata. Në atë kohë një sekretar partije në fshat, në tha që kanë ardhur vëllezërit e ju nga Turqia për t'ju taku, por ju nuk keni qenë këtu, keni qenë punë edhe kanë shku përgjigja ati ka qenë që nuk ka njëri këtu që gjoja si kur dhjetë të takoj. Dhe pastaj mrapa ka shku kjo fjallë mas fjallë dhe kur ka vajtur fllafi tek ata, ka shku që ne nuk ekzistojmë më këtu. Tani që janë hapur kufint, pra mbas 90-s, sidomos dhe në ditët që ne flasim, ishte shumë e kollajt pra që ndoshta ju të shkonit në Stamboll të kërkojnë. I keni kërkuar ndonjëherë ju, ata kanë ardhur, i kanë kërkuar dhe nuk kanë pasur mundësi të lidhen me ju. Po ju, i keni kërkuar ndonjëherë përveç emisionit tonë? Unë përveç emisionit tu i kam quajtur letrën në atë adresën ku jam morë gjithmonë, po ato nuk jetojnë më në atë vend. Pra në atë adres që ju e dikur, adres që ne dikur jena morë, që na vinin letrat, ne nuk janë aty më ata. Ata kanë lëvizur nga i vend. Kanë lëvizur nga i vend. Janë transferuar. Pra është shumë e vështirë, mbas kaq vitesh që ju të bini akoma sërish në gjurmët e tyre, apo jo? Vështirë. Në këtë mënyrë jeni drejtuar emisionit tonë. Ne, duke marrë parasysh dhe raste të tjera, të cilat i kemi zgjidhur në shtetin turk, jemi drejtuar korespondentit tonë atje, zotit Kadri Limani, i cili ka filluar kërkimet rreth kësaj familje, rreth asaj adrese që ju keni dhënë në emisionin tonë, edhe sonde do kemi një lidhje direkte, drejt për së drejti me Stambollin, për të marrë vesh se deri ku kanë arritur kërkimet tona në lidhje me vllajën tuaj, pra me Xhelilin, i cili sa vjeç duhet jetë sot? Ata janë 3 vëllezër dhe 2 motra, 5. 5 fëmijë. 5 janë atje. Kuptohet ata janë më të mëdhenj se ne, ata mund të jenë mbi 8-10 i fundit. E kuptoj. Kaq është. Megjithatë të kërkojmë pra rreth pra pasardhësve të tyre, gjithsesi ndoshta njëri të shpresojmë që ndoshta njëri prej tyre të jetë gjallë, të paktën të keni mundësinë të takoheni. Normalisht ne kërkojmë për tërë sepse gjatë letave që shkëmbeshin, ne ato kishin shumë dëshirë që të takoheshin me ne, domethënë. Dërsa në 68 mua mu blloku komplet, ose do vazhdosha studimet, ose do shkruasha letra për Turqi, njëna. Pra ju dënuan, ju thanë, ose do mbyllësh kontaktin, komunikimin me letra me ta, ose nuk ke për të shkuar me studimet. Njërën do bësh, edhe unë zgjodha studimet normalisht, sepse nuk mund të...
Atëherë do të bëjmë një lidhje me Kadriun, të shikojmë se cilat kanë qenë kërkimet e para që kemi bërë gjatë kësaj kohe në lidhje me këtë familje, me mbiemrin Erçetin, të cilët kanë jetuar të gjithë në Stamboll, apo jo? Edhe diçka tjetër doja t'ju pyesja përpara, më bëni gati lidhjen me Kadri Limanin. Doja t'ju pyesja edhe diçka tjetër. Babai ju kishte treguar ndonjëherë në Stamboll me çfarë merrej? Cila ishte puna që ai ka bërë atje në kohën që ka jetuar në Stamboll? Puna që ka bërë atje ka qenë në bujq. Në bujqësi punonte. Në bujqësi. Në bujqësi. Kishte, sepse gruan e ka pas mort një gostë një pronari dhe ai ishte, mund them që ishte bashkëpronar. Atëre kemi Kadriun në linjë. Linja numër 1 regjia. Kadri, mirëmbrëma, përshëndetje nga Tirana. Mirëmbrëma Aida, përshëndetje nga Stambolli. Jak Shamllar. Jak Shamllar Aida. Atëre, Kadri, një histori tjetër vjen pra në sipërfaqe, vjen nga Stambolli e plekset ose më mirë bashkohet këtu në Tiranë për të bashkuar dy vëllezër, për të bashkuar pra një familje të ndarë para shumë vitesh. Një familje kërkohen pra gjurmët e familjes Erçetin, e cila për shumë vite ka jetuar në Stamboll. Ku jemi për momentin, Kadri? Aida, suksese njerë, edhe për ngjarjet e kaluara, si ngjarjen sonte që kishit realizuar. Për momentin ka një bllokim në këtu, në rastin e lagjet. Pra, kemi pak, Kadri, kemi një problem me telefonin, ndoshta nuk e di, është një zhurmë e cila dëgjohet në transmetim. Pra, ishte duke më thënë se fillimisht është një problem tek adresa, apo jo që kanë dhënë familjarët? Po, pikërisht. Cili është problemi, cila është adresa, pasi është dhënë një emër, pra, Orsoren, Vojrok, Istanbul, Turqi, apo jo? Ekziston kjo adresë sot në Stamboll? Kadri, do të rilidhemi sërish pasi kemi një problem në përmjet telefonit. Do të rilidhemi sërish, kemi një problem që të dëgjojmë bisedën të pastër. Pra, të paktën nga jo që dëgjova për momentin, kemi një problem tek adresa. Juve nga kjo adres ju vini letrat, jeni të sigurt për këtë, keni ndonjë zarf që ju ka ngelur nga ato vite? Jo, zarf nuk kena. Nuk ekziston asnjë letër që ju e keni mbajtur nga 68-a? Jo, nuk ka. Absolutisht asgjë. Nuk ka, jenë eliminu ata. Vetëm se në këtë adres, gjithmonë jena... Keni kontaktuar deri në 68-ën, apo jo? Deri në 68. Pra, Orsoren, Vojrok, Orsoren, Vojrok, Istanbul, Turqi. Turqi. Kjo është adresa. Ndërkohë që do të lidhemi me Kadriun, të shikojmë sepse të paktën nga jo që unë mora vesh për momentin, atëherë lidhemi dhe një herë tjetër, të shikojmë nëse do ta kemi linjën e saktë. Pra, për ajo që mora vesh unë për momentin, kemi një problem tha me adresën. Nëse ekziston akoma dhe sot e kësaj dite kjo zonë, kjo lagje, kjo rrugë, ka rënë linja dhe një herë. Biri telefon, linja numër 1 më thonë, por gjithsesi kemi një problem sonte me Stambollin, derisa ne të rilidhemi, unë do doja pak të pyesja edhe një herë, e kemi në linjë. Atëre Kadri. Po Aida. Tani të dëgjojmë mirë. Atëre me sa dëgjova pak më përpara më the se kemi një problem me adresën. Me adresën e lagjes. Mjafton për mua lagja të ishte saktë dhe nuk do kishte agonesa, por lagja nuk ekziston një lagje e tillë këtu në Stamboll, as në Turqi. Të paktën, sipas familjarëve, letrat vinin me këtë adresë. Letra mjafton, i thash dhe Bernardit, njëri nga zarfat, po të gjendet një fotokopje zarfit, ose të fotosh mrapa, në qoftë se fotoja ka vull, se ku është për fotografimi, mjafton kjo mua. Unë i pyeta familjarët, ndërkohë që ne përpiqeshim të bënim lidhjen me ju dhe sapo më njoftuan se nuk ekziston asnjë lloj zarfi dhe asnjë letër. Atëre me fjalën Orsoren, dhe të sjedhin diçka më qartë, më në bazë të lagjes, se lagje Orsoren nuk ka. Unë jam munduar të asjedh me ngjashmëri, me afërmitet, me kështu jam përpjekur dhe me specialist, po një lagje e tillë nuk figuron. Kadri, edhe diçka tjetër, në bazë të mbiemrit të kësaj familje, ekziston kjo familje në Stamboll me mbiemrin Erçetin?
Po, ka, familje me mbiemrin Erçetin ka. Është mbiemër shumë i dëgjuar apo vetëm... Shumë i dëgjuar. Është shumë i dëgjuar. Shumë i dëgjuar. Pra, në lidhje me adresa me sa mora vesh është ndoshta të paktën nuk ekziston për momentin kjo adresë. Dhe një diçka Aida. Këto njerëz janë të sigurt që vetëm në Stamboll apo ka mundësi dhe në Izmir. Nëse kanë jetuar në Izmir? Po. Atëre Qemal, jeni të sigurt që pra kanë jetuar vërtet në Stamboll apo ndoshta edhe në Izmir? Ose mos vallë, këta janë çuar nga Stambolli dhe kanë vajtur në Izmir. Në adresë është e tillë. Unë kështu ka morë. Osren Vërjok, Istanbul, Turki. Tash nuk e di janë Izmir. Simbas zotit Qemal ai thotë se adresat vinin pikërisht, letrat vinin nga kjo adresë, pra Istanbul, Turqi, ose Oren Vojrok, të paktën këto mbajnë mend familjarët. Gjithsesi, edhe në Stamboll ka. Me mbiemrin Erçetin. Me mbiemër Erçetin ka dhe njerëz të dëgjuar, kanë njerëz me emër. Atëre, në lidhje me emrat e vëllezërve, pra, kanë qenë 5 fëmijë. Ka qenë Xhelili Erçetin, Xhemili Erçetin, Dudeja Erçetin, Latife Erçetin dhe Halili Erçetin. Në paktën me këto mbiemra ke arritur ndoshta dikë të zbulosh apo pra pasardhësit e tyre apo kemi diçka tjetër? Aida, me të drejtën kam rënë në gjurmë, po nuk do ta bëj publike, po duhet të jemi sigurt që t'i drejtojmë njerëzve. Unë kam rënë disi në... Pra, ke rënë në gjurmë të... 24 orëve, kam rënë disi në gjurmë, po duhet të jemi sigurt ku t'i drejtojmë. Në ne pyeta për saktësinë e lagjes, adresës lagjes. Pra, kur thua ke rënë në gjurmë, është pikërisht këto familje të cilat, siç më the dhe pak përpara, ka shumë familje me mbiemrin Erçetin në Stamboll. Ka shumë. Vetëm një familje ngjason dhe pranaj bëra një pyetje për Izmirin. Pra, dyshon ndoshta kanë kaluar në Izmir, pasi në me këto... Ka mundësi. Edhe diçka, po. Ose njëri nga këta pjesëtarët e asaj familjes mund të ketë kaluar në Izmir më pastër. Kadri, kemi dhe diçka tjetër. Në vitin 1986, simbas familjarve, dikush prej kësaj familje, pra dy prej tyre, Xhelili ka ardhur në Shqipëri në 86 dhe ka kërkuar babain e tij dhe vëllezrit. Nuk ju është dhënë e drejta pra ti takojnë nga sistemi atyre viteve dhe janë kthyer sërish mbrapsht në Stamboll pa takuar asnjërin. Këte kanë marrë vesh familjarët, pra Qemali me vëllezrit e tij, mbasi janë larguar pra vëllezrit për në Stamboll. Kjo ka ndodhur në vitin 1986, pra dhe ata i kanë kërkuar në anën tjetër, deri në 86-ën. Kjo mundësi ekziston, se deri aty ku kam arrit në gjurmën, mundësit e këtyre për të kërkuar, për të vizur për njerëzit parafisin e tyre janë. Po nuk duhet të folim para kohë, duhet të sigurohem me njerëzit, duhet të marrë me një zonjë, një takim, dhe në basa saj mund të flasim më pastaj më të sigurt. Okej. Kadri, unë të falenderoj, të përshëndes, shpresojmë ndoshta në lidhjen tjetër të kemi ndoshta ndonjë lajm për Xhelil Erçetin, Xhemilin, Dudejan, Latifen apo Halilin. Njërin nga këta... Aida do futem pak në mes, duke të thënë që disa probleme, disa nga të gjeturit kanë mbetur shumë pezull për një periudhë për nga arsyet e mia, si që dini juve. Po, patjetër. Në vijim do vazhdojmë dhe ato rastet përveç familjes Erçetin dhe ato rastet që kanë ngel pezull për gjëra shumë të vogla teknike për arsye të mia që unë nuk kam pas mundësi të shkoja të ndiqja. Në rastin në vijim do kemi shumë më afër, do kemi komunikim dhe lidhje sa më të shpeshta dhe besoj se disa raste do marrin fund, disa histori do marrin fund së shpejti. Kadri, unë të falenderoj, kemi besim të plot tek ju, të përshëndes dhe përshëndes nëpërmjet jush gjithë shqiptarë që na ndjekin momentalisht nga Turqia. Faleminderit Aida dhe për juve. Shpresoj na Faleminderit. Shpresoj të na kenë dëgjuar sonte dhe për çdo informacion që ne do të kemi dhe në vazhdim për këtë familje do të lidhemi sërish me ju, Kadri. Patjetër Aida. Natën e mirë për momentin. Nga Tirana, natën e mirë. Pra, është pak e vështirë derisa të gjenden ka familje, siç e dëgjuat edhe nga korrespondenti jon
me këtë mbiemër në Stamboll, por dhe në Izmir. Do të shikojmë kërkimet kanë filluar, janë të vështira, por jo të pamundura. Ne do të përpiqemi, si që jemi përpjekur dhe për historitë të tjera, që të arrim t'ju bashkojmë pse jo në këtë studio, ose pse jo dhe ndoshta në Stamboll. Faleminderit shumë. Gjithsesi, unë do doja, pasi ka shumë shqiptarë cilët kanë telefonuar dhe nga Stambolli ndjekin emisionin tonë, ndoshta doja t'i falenderoja, por ndoshta do të pyesja gazetarët, ka ndonjë lajm tjetër për këtë familje apo ndonjë telefonat tjetër të rëndësishme? Ka, sepse si që tha Kadriu, kam biseduar dhe me disa persona tjerë. Është shumë e vërtet që mbiemri Erçetin është shumë i përdorur në Turqi, është mbiemër i dëgjuar, me këtë mbiemër janë dhe disa persona publik të fushës medias dhe të kinemas, por gjithsesi për familjen në fjalë që po flasim, janë dy dyshime, domethënë, që na mbeten për t'i verifikuar nëse kemi të bëjmë me këtë familje apo jo. Jo më kot edhe Kadriu përmendi se ndoshta mund të kenë kaluar në ndonjë qytet tjetër, sepse edhe ai nga ana e tij kishte dyshimet e veta, por kam marrë një farë konfirmimi deri tani, më kanë thënë edhe disa persona të tjerë që ndoshta adresa ndër vite mund të jetë ndryshuar, por ndoshta familjarët nuk e kanë mbajtur më të mirë, sepse deri më tani nuk na figuron. Këtë nuk e themi me 100% siguri, por deri më tani nuk na figuron të jetë e saktë. Megjithatë ne përqendrohemi tek njerëzit, adresat le të ndryshojnë. Adresat le të ndryshojnë, njerëzit nuk ndryshojnë asnjëherë. Ne kemi pasur raste që kanë ndryshuar dhe mbiemra dhe duke kërkuar në arshivat e vjetra kemi arritur të gjejmë në gjurmët e tyre. Familjen Mura. Po, pikërisht për familjen Mura isha duke folur. Gjithsesi, ne shpresojmë që ndoshta shumë shpejt ndoshta do të bijmë në gjurmët e tyre, por derisa ekzistojnë familje me këtë mbiemër në Turqi, në Stamboll, në Izmir, do të shpresojmë që ndoshta do të kemi diçka edhe në të ardhmen. Atëre, më thoni pak ku jemi me informacionet. Po. Për Rolandin, bëhet fjalë për Roland Zenelin. Bëhet fjalë për vitin 2011, i përket në fakt muajit qershor. Ka qenë një person që ka takuar në stacionin e trenit në Rimini dhe i kishte dhënë emër dhe mbiemër të saktë, të plot, dhe ishte regjistruar në një qendër Karitasi për të kërkuar punë. Madje kohët e fundit kishte rinovuar edhe lejen e qëndrimit. Kishte rinovuar lejen e qëndrimit. Ky është lajm i mirë, sepse doja të lidheshit me bashkëpunëtoren tonë në Itali për të verifikuar nëse ai ka rinovuar lejen e qëndrimit, është pajisur me dokumenta dhe është shumë më lehtë për ta verifikuar në dosjet e policisë, pra dhe ndoshta për të mësuar një adresë të tij ose numër telefoni. Megjithatë, Silva, pak më përpara më the se me SMS kanë ardhur mesazhe të tjera të rëndësishme për Rolandin. Po, pjesa e madhe ka qenë sugjerime, por ishte edhe një, domethënë, informacion që ndoshta ai mund të ndodhet, domethënë, po, le mos ta bëjmë publike. Por ishte informacion i rëndësishëm. Ndërkohë Dorina. Kam arritur dhe një informacion tjetër, Aida, zotëria që telefonon, beson që 99% është Roland Zeneli për cilën e po flasim, e ka parë në Bologna, në këtë zonë, dhe do që të publikohet edhe njërë fotoja e ti. Edhe njërë në qëfar zonet? Qeporta Sarakoza, po. I bindur 99%. Do të publikohet edhe njërë foto. Më ndihmoni, jemi duke ndjekur foton e ti, zotëria ka lënë dhe numër telefoni, e falenderojmë për këtë informacion, është i bindur 100%, pra në zonën e Bolonjës, Qeporta Sarakoza, po. Edhe unë, po... Të njëjtin informacion. Po, është të njëjtin informacion dhe ka pasur edhe për zonat të ndryshme të Italisë, po u bazova më shumë në Rimini, sepse kishte më shumë të dhëna më të sakta. Gjithsesi, duhet parë edhe kjo, po është të njëjtin informacion që ka marrë pak më përpara. Rëndësi ka që kanë ardhur informacione për Rolandin dhe ndoshta shumë shpejt pse jo biem në gjurmët e tij. Ta shpresojmë. Ne do bëjmë ç'është e mundur. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë. Për Shukriun ka diçka tjetër? Vazhdojnë të informacionet për në Tiranë. Për në Tiranë? Tek këtu ka pasur për në rrethet të tjera, por kanë qenë paksa, domethënë jo shumë të sakta, por që informacionet më të shumta kanë qenë për në Tiranë. Këtu në Tiranë të paktën sipas zonave do doja të lidhesh edhe me policinë, duke ju treguar dhe foton e Shukriut, pasi pak më përpara lexova edhe një informacion tjetër mjaft të rëndësishëm. Megjithatë, një zotëri ka telefonuar dhe nesër do të na japi informacion më të hollësishëm për Shukriun, apo jo? Të shpresojmë. Jemi duke ndjekur dhe foton e Shukriu Hysenit,
Ndërkohë që atëre, doja të publikonim dhe një rast tjetër. Kemi ardhur në fund, por është i rëndësishëm për ta publikuar, pasi kemi marrë një informacion shumë të rëndësishëm për Bledion Tërpollarin, një histori thriller publikuar shpeshherë në emisionin ton, por deri më sot Bledion Tërpollari vazhdon të rezultojë i zhdukur për familjarët e tij. Unë do doja Benar t'japim dhe një herë të dhëna dhe ndërkohë regjia më ndihmoni me foton e Bledion Tërpollarit. Patjetër, po flasim për 32 vjeçarin nga Korça, Bledion Tërpollari, i cili ka humbur në mars të vitit 1997 nga Greqia. Historia e tij, siç e tha dhe ju, ka shumë peripeci, ka shumë të panjohura, por gjithsesi ne e publikojmë sonte për një arsye shumë të qartë, pasi ka qenë një person i cili ka kërkuar për të parë foton e tij për të siguruar nëse kemi të bëjmë me të njëjtin person të cilin ne po kërkojmë këtu sonte. Nëse realisht nuk duam të nxitohemi, del ashtu si sot personi, ndoshta kemi një rezultat pozitiv, por gjithsesi duhet të sigurohemi. Prandaj po japim dhe thjesht të dhënat pasaportën televizive të tij, edhe ndoshta në javët në vazhdim do japim edhe çfarë kemi verifikuar për të. Çfarë kemi verifikuar dhe ndoshta në javën që vjen, të nderuar miq, japim edhe një herë në rubrikën tonë Misterit pas zgjidhura historinë e Bledion Tërpollarit. Pasi ka ardhur një informacion, siç e thash pak më përpara, për momentin nuk do të bëjmë publike derisa të verifikohet dhe të marrim vesh flasim për të njëjtin person apo si është kjo histori, por për të gjithë ju që dëshironit pra edhe një herë publikimin e fotos së tij, do doja të siguroheshit në momentin që jeni duke na dhënë informacionin. Ajda, do doja të bëja edhe 2 njoftime të vogla, me që jemi në fund të emisionit. Do ju bëja një thirrje të gjithë familjarëve, të cilët kanë denoncuar rastin e emisionit Njerëz të humbur. Ju lutemi në momentin që ndryshoni numrat e kontaktit, të merrni sërish në redaksinë e emisionit Njerëz të humbur, pasi her mbas here gazetarët e emisionit dëshirojnë të flasin me ju në mënyrë që t'ju japin të dhënat e fundit për rastet, por në momentin kur numrat ndryshojnë nuk kemi si të kontaktojmë dhe prandaj është shumë e nevojshme që her mbas here të na jepni kontaktet juaja të fundit. Gjithashtu, shkurtimisht do thoja për në rastin e Angel Çallikut, është një histori që ne kemi publikuar thjesht si pasaport her mbas here. Një djalë i humbur në mars të 91 në Tiranë, i larguar me ambasadat në drejtim të Bellejt të Francës. Bashkëpunëtori jon Blerim Zeqiri në Francë po bën verifikime shumë interesante dhe shumë të rëndësishme, dhe ndoshta në javët në vazhdim ne do ta publikojmë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë me këtë person. Nëna e tij vazhdon të telefonojnë në emisionin ton për të marrë vesh se çfarë fati ka pasur djali i tij, cila është arsyeja pse ai nga 91-shi nuk kontakton me familjen. Dhe sipas verifikimeve që është duke bërë korrespondenti jonë në Belgjik, ndoshta shumë shpejt do të marrim një përgjigje për të zbardhur këtë histori. Atëherë, kemi ardhur në fund të emisionit, sonte kanë ardhur shumë telefonata, informacione, dua të falenderoj të gjithë ata të cilët na kanë mbështetur duke na dhënë informacione për rastet që kanë parë. Këtë mbrëmje të nderuar miq, pra kemi arritur të bashkojmë një familje mbas 44 vitesh. Ismail Taipi megjithse nuk jeton më, por të paktën motra e tij është lidhur me djalin e tij mbas 44 vitesh. Një histori vërtet e dhimbshme, një tragjedi e ndodhur në këtë familje, por rëndësi ka bashkimi i tyre. Gjithashtu për të gjitha rastet që ne kemi publikuar kanë ardhur informacione mjaft shpresdhënëse. Kërkimet vazhdojnë, unë ju falenderoj të gjithë ju për vëmendjen, mos harroni ritransmetimin e emisionit ton ditën e nesme rreth orës 10:30 të paradites deri të mërkurën që vjen. Është takimi jonë i radhës, deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim. Plus të përket